çfarë po ndodh me Belinda Ballukun? Shiko, po ndodh që për herë të parë në historinë e Shqipërisë, po dhe në historinë e çdo vendi, të paktën të vendeve të demokracive liberale të perëndimit në përgjithësi, një parti në pushtet, një grup parlamentar, një parlament me që se kanë shumicën, dhe një ekzekutiv të bërë gjithë bashkë, po sfidojnë dhe janë vënë përballë drejtësisë dhe në këtë rast një institucioni specifik, dy institucioneve, sepse merremi vetëm me SPAK-un ne, po masat i merr gjykata e posaçme. Janë vënë përballë këtyre dy institucioneve dhe me manovra politike, por dhe mbrapa skene, sepse jo vetëm Partia Socialiste, jo vetëm Edi Rama që e ka njësuar veten me zonjën Balluku, por në dijenin time të paktën tek, pasi nuk kanë çarë dot te SPAK-u dhe GKK-ja, të paktën te gjykata kushtetuese, jo vetëm influenca, presioni, ndërhyrjet politike, por dhe grupe, këtë e them me përgjegjësi, grupe të interesit. Dhe ju e kuptoni që do të thotë grupe të interesit, të lidhur me Belinda Ballukun dhe patjetër edhe me qeverinë dhe me Edi Rama, janë investuar shumë që të ketë një vendim pro Balluku, të paktën te gjykata kushtetuese, që është më e brisht, do të thosha unë, nga pikpamja e ndërhyrjes, sepse ne dim që SPAK-u është një institucion dhe GKK-ja jo vetëm më hermetik, po dhe më nën kontroll nga ndërkombëtarët, domethënë ka një varësi të dyfisht, do të thosha kështu, që dhe ata janë në një farë mënyre të frenuar dhe të monitoruar. Kështu që çështja e zonjës Balluku tani Redi është kthyer jo më çështja Balluku, po çështja që klasa e korruptuar politike e tranzicionit e 35 vitesh, pas 10 vitesh bashk ekzistencë me reformën në drejtësi dhe pas 7 vitesh, 8 vitesh bashk ekzistencë me strukturën e reformës së drejtësi e krijuar enkas për këta, plus krimin e organizuar, por që shpesh dalin bashk, kanë kaq vite, afro një dekadë që po bashk jetojnë, dhe kjo gjë nuk mund të vazhdonte pafundësisht, dhe ne jemi në pragun e një përplasje finale që emrin ka Balluku, por që në të vërtetë është një përplasje finale. Në Shqipëri do vazhdojnë ata për të cilët u krijuan këto institucione, dhe do zhduken këto institucione në kuptimin që nuk do jenë më këto që janë sot, se emri dhe mund t'ju lënë, apo do fitojnë këto institucione për të cilat, mbi ata për të cilën janë krijuar specifikisht, që është krimi, është korrupsioni i niveleve të larta. Kështu që ne jemi në prag të kësaj rrete. Poli, këtë përplasje që ti sapo përmende, në këtë përplasje që sapo ka filluar, dhe këtu po ju citoj, po përplaset, po thua drejtësia me klasën e korruptuar, apo jo? Po, por si kështu është çështja Balluku, si lakmus, e qartë. Test përfunditar, po. Po, Arbri ka një Arbër, po. Shiko, diskutimi se e kam vërë edhe unë shpesh që ka një përplasje. Pra ka përplasje sepse ka tentativa për të ndryshuar ligjin, apo qasje që ka ekzekutivi, duke quar në gjykatën e lartë, është përplasje. Unë nuk shikoj një përplasje, sepse kemi gjykatën kushtetuese, sepse kemi bëjmë me veprime ligjore. Pra SPAK bën një kërkesë ligjore për arrestimin. Këshilli i Ministrave dhe pezullimin. Është arrestimi në kushtetuese. Këshilli i Ministrave i thot për pezullimin do ta çojnë gjykatën kushtetuese dhe çon. Është ligjore. Nëse do refuzohet nesër pjesa e kërkesës për të arrestuar zonjën Balluku, është prap ligjore. Nuk thot kushtetuta që çdo kërkesë që vjen duhet të rrëzohet ose jo. Duhet pranohet në mënyrë të menjëhershme. Janë hapësira ligjore këto, miku im.
Pra tani po flasim terren ligjor, e diku do ishte pengesë. Nëse do bëj bashkë PD-ja me PS-n, do ndryshonin ligjin, do të hiqnin kompetencat, po këtu kemi të bëjmë një betejë ligjore. Tani betejë ligjore, unë as më duket pengesë. Dhe është normale, more. Është hapësirë. Arbër të kuptova shumë mirë. Betejat ligjore, njerë, ti je në atë linjen që tashmë është bërë bajate të bashkimit të dy gjerave që e bën Jo, jam veçmas. E thash me shpejtësi. Tani, ajo kuptohet më tash. Tani, pakten, 7 lotet, tuneli dhe plot gjëra të tjera të hetimit pasurore, ku di unë se çfarë atje, ose ato 16.000 faqe që janë atje, betejë ligjore bëhet në gjykatë. Do bëhet në gjykatën e parë të gjykatës së posaçme. Kto janë betejë procedurale. E para njerë ka të bëjë me atë do vendoset që një ministër është post administrativ apo post me imunitet, dhe me këtë rast, inshallah, e thonë që është post me imunitet, sepse shpëtojnë dhe ata 2-3 ministra që janë që s'janë deputet atje, Toni Gogu me shok për shembull, le të bëjnë çfarë të duan, po kanë imunitet, pavarësisht se s'janë zgjedhur nga populli. E dyta, kemi masën e arrestit. Këtu te masa e arrestit, ti mos më thuaj mua, do më thënë që këtu është çështje ligjore. Këtu tani do të jap unë ty, dëgjoj. Po më është ligjore refuzimi, nëse do refuzohet. Ka lidhje ka çështja ligjore. E lejon ligji më zotri. Jo, ata e thon vet, Arbër. A është sipas kushtetutës që mund ta rrëzoj, mund mos ta pranoj kërkesën? Mos u bëj më katolik se papa më rritë. Lidhje ka more, po thot për fe. Po fole për fe, fut moral. Po fute moral, pastaj të marrim hoxhallar, të marrim sa periferin, hajde ta bëjmë diskutimin. Ja ta xhem Arbër. Po, protokollare, ata e thon vet. Ti sapo the që janë dy të veçantë, ata e thon vet. Ne do presim thon gjykatën kushtetuese për një gjë që s'ka lidhje me çështjen e pezullimit, po ka çështje të arrestimit. Por mos u duhet çfarë thon ata, unë po them çfarë them unë. Unë flas në emrin tim. Ata le bëjnë çfarë duan, more. Unë po them që është një terren ligjor. Po nuk e gjen në dorë ti me mua, unë po them ata që ne po bëjmë diskutim. Unë për ata po flas. Ne po bëjmë diskutim. Është terren ligjor, poli. E dyta, a e di ti Arbër që kur ka qenë, a u bë një muaj që kur ka qenë seanca e 2 prokurorëve me këshillin e mandateve dhe ju tha po mirë dakord mund t'i lexoni, janë vendosur në kasafortën e parlamentit ato 10 apo 16 faqet, që kanë firmosur këta konfidencialitet. Tani, a e di ti Arbër që edhe tani në këtë moment që flasim bashkë neve, edhe dje që ishte mbledhja dhe e shtyn, a e di ti që asnjë, që ky është turpi i Zotit, edhe turpe individuale, asnjë antar i këshillit të mandateve të Partisë Socialiste nuk ka patur guximin as të tërheq dosjen për kuriozitet ta lexoj. Po ky është turpi i tyre, more, po ku është shkelja ligjore? Po për çfarë? Ky është turpi i tyre. Shkelja ku është? E kanë tërhequr vetëm të opozitës. Dhe ti më thua mua nuk është politike kjo. Shumë mirë kanë bërë që e kanë tërhequr. Tani ku është turpi këtu? Po është politike kjo, çfarë është? Pra kemi të bëjmë me moral apo me shkelje ligjore, more, poli? Si? Është shkelje morali apo ligjore? Ku është shkelje ligjore se s'po e kuptoj dot? Po nuk po them shkelje ligjore, po politike. Dakord. Nuk ka. Pra dhe ti bje dakord me mua që kemi shkelje morale po jo ligjore. Arbër, ta shpjegova më kur të verë çështja në gjykatës, diskutojmë për ligjore. Po është moment politik, është marrë në mbrojtje politikisht, Arbër. Është bërë mburoj. Po mirë, po është lejon ligji. Grupi parlamentar. Është marrë mburoj politike me ligj apo pa ligj? Nuk ka mburoj politike me ligj dhe pa ligj. Po jo moja lejon ligji. Arbër. Nuk është morale, është tjetër diskutim. Ja lejon ligji ti thot spakut jo nuk duam ta arrestojmë. E lejon ligji tani me shtyrjen dëgjoj. Dhe kjo për mua, shiko, o Poli, do mendimin tim. Kjo nuk është pengesë. Madje aq më mirë që ka revolt nga majoranca dhe nga opozita nga gjithë, sepse do thotë që spak po e bën punën e vet. Nëse do ta përkëdhelnin, do ishte për mua revoltuese. Se s'mundet një pushtet si ekzekutivi, që është në objektiv të spakut, të thoshte lavdrime për spakun. Arbër nuk të ngjit. Dëgjoj një sekond pse s'të ngjit. Po jo. Jam dakord me ty që
ata, Niko Peleshi, grupi parlamentar, Tauland Balla, e tjerë janë brenda ligjit ose brenda rregullorës së parlamentit, që Këshilli i Mandateve ka të drejtë deri në 3 muaj ta shqyrtoj këtë gjë. Dhe janë duke luajtur me këtë afat. Janë në të drejtën e tyre, janë dakord. Por unë do t'i shikoj, në mënyra si po sillen ne do t'i shikojmë, por ata duhet të lexojnë dosjen kur të vi dita që të hapen, ajo që thua ti për ta hedhur poshtë, hidhe dhe thot, dëgjoj, për shembull, po të jap një gjë nga dosja që shkruhet aty për shembull, nga kjo dosja që kanë deputetët, palerit të tjera. Për shembull, pse ky do ta hedh këtë punën që po i bëjmë ne, këtë lotin këtë që po i kalojnë ne këtij do ta hedh vetëm me 2 apartamente, thot ministrja. Kto tani se sa kanë vlerë, sa s'kan vlerë dhe 16.000 faqet e tjera, këto duhen diskutuar në Këshill të Mandateve arbër. Dhe pastaj ne themi që janë ligjore, si janë ligjore, po ti do t'i diskutosh se ti ka sjell prokuroria një institucion i pavarur që merret pikërisht me këtë punë, se ndryshe ti pastaj çfarë janë me imunitet dhe çfarë janë ministrat, dhe në qoftë se i heqim këta ti dhe i mbron ti këta, neve atëre po më dakord, atëre le të shkrijë Spaku, se Spaku nuk do ngelet në nivelin e drejtorëve edhe të na kap neve të 4 këtu në studio. Kaq e thjeshtë. Ja, do e diskutojmë. Almer, si e shikon, çfarë po ndodh apo si po tenton mazhoranca të sillet me apo si e lexon qasjen e deri tanishme të mazhorancës në raport me Belinda Ballukun, qoftë me pozicionin e saj si zëvendës kryeministre dhe ministre, po qoftë edhe me pozicionin e saj si deputete e Kuvendit Popullor. Redi, ka një luftë nervash, besoj me një tension të dukshëm të institucioneve drejtësisë me institucionet e administruara nga politika. Aktualisht, grupet e interesit që janë të përfshirë për fatin e Belinda Ballukut, që janë evidente dhe të ditura kush mbron dhe kush e do Belinda Ballukun në burg, por përflasim drejtësia e re, po thamë drejtësia e re kemi të ndërkombëtarët, investimi më i rëndësishëm Spaku, dhe përballë është qeveria 13 vjet pushtet, e cila ka brenda radhëve të veta personin më të korruptuar të historisë shqiptare me abuzime tenderash dhe koncesionesh që arrin 5 miliardë euro. Aktualisht, Edi Rama duhet bënte detyrën si çdo rast që ka pasur në qeverinë e tij të korruptuar të tjerë që i ka lëshuar dhe i ka hedhur në prerjen e drejtësisë dhe ato kanë kryer procedurën deri në arrest me burg. Siç ishte Beqaj, Veliaj, Koka e tjerë me radhë. Në këtë rast, pyetja që do të shtrojmë është pse Edi Rama po reziston ta mbrojë Belinda Ballukun? Pse po përdor këto artificat juridike për ta mbajtur atë? Sepse ja dha Spaku. Spaku kërkoi pezullimin. Atëherë, dhe Rama e konsideron këtë lloj kërkese ndërhyrje brutale antidemokratike në ekzekutiv. Spaku për herë të parë, duke parë duke nuhatur realitetin politik shqiptar, përdori një metodë të re të parandalimit të ushtrimit detyrës për zonjën Balluku me çështjen e pezullimit. Çështja shkoi në gjykatë. Atëherë, pse gjykata kushtetuese po e zvarrit këtë procedurë? E mendoni, e shtrojmë ne këtë pyetje për televizion? Kjo është pyetja kryesore në fakt. Atëherë, ata që cilët kanë informacion apo që duan të thonë gjysmë të vërtetë, se do kush bën interpretim. Bën interpretim logjik, interpretim interesi, interpretim politik, interpretim propagandistik. Ne po flasim duke pasur dhe rrethana dhe informacion. Atëherë, kemi të bëjmë me një betejë e cila në seancën e parë u rrëzua kërkesa e Spakut. U fitua nga qeveria, po thua. Pra u rrëzua kërkesa e Spakut që kërkonte pezullimin e Belinda Ballukut. Atëherë, në seancën finale që pritet të mbahet, që u mbajt dhe pritet të jepet vendimi tani, ka një lloj hezitimi nga ana e trupës së gjykatës kushtetuese për të shprehur me vendim. Pse? Sepse ka një presion të dukshëm nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Për herë të parë, zonja Nancy Van Horn është investuar në çështjen Balluku, duke takuar personalisht kryetarin e gjykatës kushtetuese, ndërkohë nga ana tjetër Edi Rama nuk ka ndonjë duar kryq. Për mua, ta marr shuftot fare, Edi Rama ka të drejtë shqetësohet. Pse ka të drejtë? Sepse rasti i zonjës Balluku, ne kemi thënë, po ta themi prap, nuk është keq, që në qoftë se zonja Spaku pezullon nga detyra, qoftë se gjykata kushtetuese merr vendimin që pezullon nga detyra zonjën Balluku, në të ardhmen ky precedent pezullon nga detyra dhe Edi Ramën me një vendim të thjeshtë.
me një dyshim korrupsioni. Dhe Edi Rama nuk kërkon të ikë nga pushteti me një alibi politike apo një alibi juridike e cila mund t'ja marrë pushtetin më lehtë se që mendon ai, siç mund t'ja merrin kundërshtarët. Pra kësaj i druhet Edi Rama, që të iki me një manovër juridike. Mekanizëm. Pa, ky mekanizëm juridik e largon këtë nga pushteti. Atëherë, duke u gjendur në këtë situatë, Edi Rama nuk po lufton dhe nuk po intereson për fatin e Ballukut, se dhe këtë shtjelloj më vonë. Por aktualisht, përmjet gjykatës kushtetuese do të ruaj procedurën juridike që mos jetë nesër pengesë për pushtetin për sa kohë kërkon ai të rrijë në pushtet. Kurse çështja është gjykata kushtetuese ku e gjejnë guximin këta që të bëjnë presion, të joshin. Ka qenë për këtë herë pse nuk u dha vendimi, sepse kur u bën renditja e numrave, sipas burimeve që ka, mund ka qenë 4-4. Dhe Po e vërtet. Edhe është shtyrë. Është vërtet? Dhe është shtyrë. Këtë informacion ka mund, ka qenë 4-4. Duke qenë 4-4, është telefonuar kryetari i gjykatës, më thonë ka marrë atë, ka dhënë shpjegimet apo ka dhënë informacione që nuk mund ta marrë mazhorancën, dhe atëherë është thënë rruga e vet me shtyje. Dhe e kanë shtyrë. Pra, këtu kemi të bëjmë që një institucion 4-4 rrezon. Po, duhet thënë, t'ja them për publikun, në qoftë se gjykata kushtetuese ndahet 4-4, humbet Edi Rama dhe Belinda Balluku me gjuhë të thjeshtë. Mbetet në fuqi vendimi i Spakut që pezullon nga detyra Belinda Ballukun. Të gjendur në këtë situatë, qeveria dhe Belinda Balluku Rama në tërësi zgjodhën rrugën e tërheqjes, pra të shmanges, që mos të ketë një vendim përfundimtar. Dhe aktualisht, ky lloj konfuzioni, kanë bler kohë, kanë marrë. Po pra, ky lloj konfuzioni ata nuk din se të shfrytëzojnë më, sepse kanë kundra Spakun, ndërkombëtarët, opinionin publik dhe të gjithë faktorët të cilët janë interesuar që çështja e Ballukut dhe çështja e Shqipërisë të ketë një vijimsi pozitive. Zotrinj, ku e gjejnë guximin këta që prekin dhe kërcënojnë apo bëjnë presion anëtarëve të gjykatës kushtetuese? Pra, ky është risku i madh që drejtësia tani nuk është më autonome, drejtësia nuk është më e mbrojtur, drejtësia nuk ka më imunitet politik, nuk ka më imunitet juridik, nuk ka më imunitet ndërkombëtar. Pra, këtu kur kërcënohet gjykata kushtetuese të Spakut, i dimë ne që ata kanë marrë kërcënime edhe nga familjarët. Pra, sot kemi të bëjmë me një institucion si gjykata kushtetuese që është etaloni dhe maja që respekton kushtetutën në këtë vend, e cila është përballë presionit të politikës. Këta njerëz nuk synojnë që të kapin këtë institucion vetëm për këtë rast, por gjithkohon ta kenë në trysni, sepse zgjedhin elementë cilët ata u interesojnë, çojnë emrat për të përzgjedhur për president që nesër të jenë të paprekshëm. Pra këtu kemi të bëjmë me një ngërç i cili është një puç ndaj drejtësisë që po ushtron presioni politik. Arbër, si e shikon këtë shtyrjen? Thjesht një shans apo një mundësi për të fituar kohë për shkak të një betejë që po zhvillohet? Do ta marr hapasapi. E para, unë insistoj të ri dhe të flas pak edhe brenda kuadrit ligjor, që do thotë patjetër. Kërkesa e dytë që ka patur Spak për arrestimin e zonjës Balluku është një kërkesë ligjore dhe kërkesë normale për një organ hetues siç është Spaku. Një kërkesë e cila u aprovuan pas nga gjykata dhe shkoi në kuvend. Problemi nuk është me kërkesën e dytë. Problemi është te kërkesa e parë. Dhe kërkesa e parë për pezullim. Sepse nuk janë të ndara ligjërisht, por bashkohen në një gjë. Ku bashkohen në një gjë? Autorët janë të njëjtët. Pra, drejtësia e Spaku është dhe e para, është dhe e dyta. Po. Tani, po e marr atë që kanë thënë në seancën e gjykatës kushtetuese. Ka qenë një pyetje e gjyqtare Semini, se duhet të analizoj pak, se është shumë e rëndësishme. Dhe i ka thënë, po mirë, tha, në qoftë se ne pranojmë kërkesën tuaj për fajsuesit të Spakut, e pranojmë kërkesën tuaj për pezullim, a do ketë kërkesa të tjera në të ardhmen? Mund të ketë ndaj kryeministrit? Ne jemi për këtë rast specifik, nuk e ndau përfaqësuesi i Spak që ishte atje. Shkojmë te një pyetje tjetër që erdhi nga zonja Semini. Zonja Semini bëri një pyetje shumë interesante. I tha, gjatë kësaj periudhë kohe që ka pezullim të zonjës pezullim të pezullimit për zonjën Balluku, a ka patur kërkesë, a ka patur indicie që zonja Balluku ka tentuar të prishi provat dhe të intimidoj dëshmitarët? Nuk e dha as këtë përgjigje, la evazive. Sepse ka një gjë, nëse kërkesa e parë refuzohet, kërkesa nuk e dha aty, po që e ka shprehur Spaka, ka thënë se unë do ta kem me foto që ka tentuar, bile dhe me emër, mbi emër. Ka tentuar, po jo gjatë sa periudhë kohë të pezullimit. Jo gjatë, okay. Pra se ka një gjë, kërkuan pezullimin, tani pezullimi nuk di si do shkojë. Nuk ka kushtetutja me këto. Nuk mund të kërkosh një mas tjetër, sepse duhet të sjellësh prova shtesë.
E treta, se mbarova. Dëgjoj pak Poli, se shumë interesante. Ja ku e ke dokumentin, Arbër. I thot gjyqtari Beci, i gjykatës kushtetuese, i thot dëgjoj, sa është afati i pezullimit? Sepse nesër i thot mund të pezullohet kryeministri, qeveria. Pra, afati i pezullimit 2 vjet, 5 vjet, 6 vjet, 10 vjet, 20 vjet. Afati i hetimit është 2 vjet, por ka një gjë, shumë prokuror kërkojnë shtryen e hetimeve. 4 vjet, 5 vjet. Tani, kush precedenti i rrezikshëm këtu? E heqim emrin more. Nuk është diskutimi të Rama, të Berisha, të kushdo. Nesër, kjo mund të sjellë pasoja shumë të rënda për një qeveri, sepse ka një gjë, ti s'mund ta pezullosh një qeveri 4 vjet. Sepse ti del mbi vullnetin e atyre që zgjedhin. Burimi i fuqisë në një Republikë Demokratike është vota. Çfarë lidhje kanë në këtë rast Belinda Balluku me vullnetin e qytetarëve për votën që jep kryeministrit ose zotëri? Do dalet aty. Është kapur në shkelje, mos i bëj interpretim juridik duke mos qenë jurist. Prit pak. Zotëri, gjykata kushtetuese interpreton mbi nenet kushtetuese. Po të flas për pezullimin, mos bëhemi jurist tani. Po të flas për pezullimin. Dhe pezullimi, për ta thash kush ishte. Jemi në këtë diskutim, jo se është kërkesa për seancën e kemi parë, mos bëj raportim të seancës, çfarë ka ndodhur. Unë po bëj interpretim. Jo, po prit pak. Që do thotë kërkesa për pezullim është një kërkesë, është një tejkalim i kompetencave në mënyrë të frikshme nga ana e drejtësisë. Arbër, të ta jap çfarë thotë Premçi, çfarë thotë Dritan Premçi, prokurori Premçi në lidhje me këtë pyetje që bën ti, inserti numër 1, regjia. Ajo nuk pengon ushtrimin e funksionit të deputetit si përfaqësues i parlamentit. Në këtë kuadër, ndalimi i parashikuar nga neni 242.2 i kodit të procedurës penale, sipas të cilit masa e pezullimit nga funksioni nuk zbatohet ndaj të zgjedhurve, nuk mund të konsiderohet garanci kushtetuese për imunitetin e deputetit. Kjo, sepse në rastin konkret, masa e sigurimit është kërkuar ndaj një funksionari të emëruar i cili nuk synon mandatin e deputetit. Gjithashtu, nocioni i të zgjedhurve, sipas kodit zgjedhor, i referohet vetëm funksionarëve që ushtrojnë funksione publike. Për shkak të zgjedhjes nga vota popullore, ndërsa funksioni i ministrit nuk është i zgjedhur edhe nëse mbajtësi është deputet. Përrjedhoj, ndalimi sipas ne 242 të kodit të procedurës penale nuk gjen zbatim kur masa pret një funksion të emëruar dhe masa e pezullimit duke qenë parandaluese nuk synon lirinë personale apo mandatin ligjvënës të deputetit. Në vlerësimin tonë, interpretimi i kundërt sipas të cilit imuniteti i deputetit do të shtrihet mbi funksionin e ekzekutivit të ministrit, bie ndesh me parimin e barazisë para ligjit, sipas në 18.1 të kushtetutës, ku parashikon të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. Po ashtu, një interpretim i tillë do të binte ndesh edhe me nenin 1 të kushtetutës, pasi do të synonte balancën kushtetuese ndërmjet pushtetit ligjvënës dhe atij ekzekutiv, duke i trajtuar si funksione të njëjta. Në vlerësimin tonë, kushtetuta nuk ka synuar të mbrojë funksionin ekzekutiv nga kontrolli penal, por të sigurojë pavarësinë dhe vrimtarinë e kuvendit sipas parimeve të ndarjes së pushteteve dhe ekuilibrave kushtetues. Kërkuesi ka pretenduar gjithashtu se masa e pezullimit nga funksioni duke synuar kompetencat e Këshillit të Ministrave dhe penguar ushtrimin e detyrave të ministrit, ka shkelur parimin e ndarjes së pushteteve sipas nenin 7 të kushtetutës. Në vlerësimin e prokurisë së posaçme, ky pretendim është i pabazuar pasi masa e pezullimit ka karakter ligjor parandalues dhe është vendosur brenda procedimit penal pa përfshirë kryeministrin apo Këshillin e Ministrave. Përrjedhoj, nuk ekziston ndërhyrje në kompetencat e pushtetit ekzekutiv. Përkundrazi, masa siguron që ushtrimi i funksioneve publike të mos pengojë hetimin penal dhe shërben për ruajtjen e pavarësisë së gjyqësorit duke respektuar plotësisht parimin e ndarjes së pushteteve të sankcionuar në 7 të kushtetutës. Arbër, kjo ishte përgjigje e prokurorit Premçi, i cili është palë interesi. Jo, po dha disa argumenta. Jo, po s'quhet fare. Për mua quhet ajo që do thotë gjykata kushtetuese, jo që thot prokurori, është palë interesi zotëri. Mund të japim vetëm që thot përfaqësuesi i Këshillit të Ministrave që thotë të kundërtën. S'ka asnjë vlerë. Janë palë interesi miku im. Diskutimi nuk është hetimi. Shiko, nuk është problem hetimi i zonjës Balluku, cili do zyrtar që do vinë të ardhmen, që mund të hetohet. Nuk ka asnjë shqetësim me këtë pjesë. Të gjithë more, kanë bërë shkelje, do përballen me gjyqin, shkojnë të vuajnë pasojat e tyre. Pezullimi është problemi. Pezullimi për mua është tejkalimi i kompetencave. Nuk është kërkesa dhe arrestimi i di rrethana ti pse s'pa kaloj në këtë masë. Pra pezullimi do dish rrethana, do dish gjendjen. Sepse ta thash, ore zotëri, SPA ka provuar dhe ka diskutuar, ka gjetur si burim presionin që i ka bërë kjo antarëve, varet vetë o zotëri, nuk mund ta linte SPA në më Belinda Balluku të fshirë të prishte provat. Ishte i detyruar të merrte këtë masë. Procedurë, ore ti kupton që ta posvarrisin heqjen e mandatit. Çfarë do bënte SPA më
zotri. O, ti, zotri. Shkatronte provat, shkatron Nuk institucionet. lejohet- Ketë bësh me një ministre që ka vjedhur 5 miliardë euro, o zotri. lejohet, po Tim tani ka me shmuar procedurën. Je ka bim komplet Në zotri. asnjë moment nuk lejohet që ti Cila? të mos respektosh ligjin. mo. Belinda Edhe Balluku vetë që ka vënë intimiduar dhe kërcënuar përmjet 28 prokurorë ato zotri. Spaku, të premçin. Gabim ka bërë, ma. Ore, gabim Shumë thotë, rëndësh. po do dish rrethana arrestimin, pse mo. Spaku mori këtë lloj vendimi më zotri. Kërko arrestimin. Pse? Po e kanë kërkuar pra nuk i lejojnë. Jo, Priste jo, jo, provat. jo. Zotri, Kërkuan aty ka pezullim- njerëz që janë bërë të penduar dhe e kanë ikur nga Shqipëria, o Arbër. Kërkuan pezullim, pastaj arrestim. Ju e Arrestoje, merrni zotri. mirë që luajmë ne tani luajmë loj kuklash. Jo, arrestoje zot. Këtë arrestosh. Po, ka ka bëshkeli procedurë arrestuar. pra, ka procedurë. E Jo, kaluan ata pezullimi pas jo. pezullimit, Jo, jo. kalojmë atje. Fakti që Ishin të gjykata detyruar që ne kushtetuese ka duhet pranuar- kuptosh rrethanat. Fakti që Ta- gjykata kushtetuese ka Tani, pranuar mos bëjmë do thotë që interpretime është një juridik. hapësirë ligjore. Çfarë ka pranuar i cili gjykata ka nevojë për kushtetuese? interpretim. Nëpërmjet presionit. Ankesën. Cilën ankesë? Po çka presion? Po presioni i dukshëm, mo, ka sa dush mo. Po më ta them unë. Ky zoti Sadushi në fillim ishte pro. Ishte pro heqjes, ishte kundër Ballukut e doli Zoti pro. Sadushi është gjykata e lartë, mos ka Beci, lidhje Beci. me Më fal, Beci, Beci. më fal, Beci. Po Zoti ku e tha, Beci, po ka qenë pro fillim, ka qenë 2-1 pro, pastaj ndryshoi votën. Pse ndryshoi votën e di ai? E refuzoi ta merrte si dosje në atë Arbër, ne mund pjesën të e bëjmë parë ku interpretime, ishin tre. ne do bëjmë interpretime nga më të ndryshmet. Unë do le them shqiptarëve vetëm këtë gjë, se unë nuk jam kundër mendimit tat sepse ti mendon kundër ti. Ore, Jo, s'ka si por shumë. argumentet dhe situata që ne Pezullimi, ndodhemi more, duhet është- pranojmë. Ore, pezullimi dakord, nuk mund të heqësh dhe unë kryeministrin, po jo ministrin. S'ka lidhje Votën, o vlla, me qeverinë hetim. shqiptare, qeverisë Ore, Belinda po drejtori, Edi Rama. o zotri. Kush e qeverisë? Po ta them edhe një herë. Po edhe unë s'dua që Të nesër hetohet. kryeministri Radhës të ikin nëpërmjet pezullimit. Të hetohet, të arrestohet, po i ka bërë këtë shkelje që thua Arbër, ti. Pas një diskutim. Ato shkeli po as jo diskutohen, pezullimi, mo. por pezullimi ka qenë një Pezullimi masë e është detyruar emergjente nisur nga rrethanat që është gjendur Po, spak si para është, 2 muajsh. Si është Sepse po prishte rrezik. provat, po largonte Një njeri- njerëzit, po intimidonte një njeri njerëzit. është i Spak rrezikshëm, nuk. dëgjoj. Ore, duhet ta largoje nga zyra që të zije, që Pse? ti të mbajnë administrim të Vetëm gjithë në provat zyre e i bën pisliqet ajo. Si? Apo ta çosh në burg. Zyra janë dokumentat. Po jo më çojnë në Nëse ajo i merr në shtëpi e shkelje. Çohen në burg, më në zotri. burg ka procedurë. Dhe mi të Arbër, gjitha, si vi do ta procedurën manipulosh- ta njëri kërkon të Dëgjoj, shpëtoj një hajdut e 5 milion euro për lërë muhabet. Si mund të prishen provat 5 milion. për një tender që është bërë 5 vite më parë dhe dosja është sekuestruar. Sepse dokumentat janë Si aty, mund ta ka të bëj? tjerë dokumenta, ka të Po, tjerë po, jo, shkelje, ma, jo, se- ka të tjerë persona në hetim, po jo pse Tenderi, nuk është ashtu. një kontratë- janë mbi 10 telefona të Një sekuestruar. kontrat tender është zotri, po të mbarova, shkon në 4 institucione. Shkon Ministri Financave, shkon Thesar, shkon te Atrako, shkon dhe te Ministria. Është e pamundur një dosje tenderi që është bërë para 5 viteve të manipulohet Arbër, pas 5 nuk është vitesh. vetëm çështje kontrate. Ka dhe shumë detaje të tjera që SPA kërkon të jetojë, të cilat Po, e gjenden jetoj. me burim, Po, flas për informacioni, pezullimin. dokumentat që janë për zyra. Po flas për pezullimin, mo. Pezullimi Ta do të thash kuptosh 20 herë. rrethanën. Hajde tash. Poli, shpaj. hetim, Unë jam- arrestim, unë- po i ka bërë. Ore, unë jam dakord që pezullimi largon Pezullimi kryeministrin, është problem. largon kryeministrin nga detyrat zgjedhur me votë, dhe kjo nuk është e drejtë. Por duhet të kuptojmë Po s'është e situatën. drejtë, mo, është ligjore apo jo? Ore, këtë ligjore, Presim gjykatën ligjore kushtetuese. interpretimi është më, interpretimi i gjykatës kushtetuese nuk Ta do të dëgjojmë pak. interpretimi tek. Poli, O Albert, si lexove komentet e zotit Premçi? unë, po më pyet mua. Po, Poli. Ose Dëgjoj, komentet këtu, okay, jam dakord, po Arbëri se kuptoj, sepse dakord zoti Prençi është pal, interesi Arbëri nuk e kuptoj që del me vendimin. Arbëri se kuptoj kur është pal. Tani ne jemi gazetar dhe ne Ore, do ti të më bësh fal, ha? Mos nuk më bën shtypje fare mua kjo gjë. Po të ti the që nuk duhet. Au u shfaqe si Po, pal. unë jam mendimin tim. Si pal. Unë jam mendimin tim, po unë jam palë zyrtare, ndërsa ata që Po, ti pra, citove po, pak më po, lart pra, janë zyrtarisht Prandaj- palë. Prandaj të pyet. Dhe ti si e palë të Spaku, mor zotri, je zëdhës i Spaku, ta dim. Ke filluar po, pra punë. jam. Të të urojmë, mo vlla. Jam zëdhënës i drejtësisë. Të Tani- urojmë. Tani dëgjoj një sekond. Jam krenar të jem zëdhënës i drejtësisë. Te ky vend ka vuajtur vetëm për drejtësi. Se politikanë të korruptuar Drejtësisë së drejtë, drejtësisë së drejtë jemi të gjithë zëdhënësa. Tani Drejtësisë së Arbër, drejtë. tani dëgjoj një sekond. Ti vet the që kjo nuk është çështje emrash, po po e nxjerrin këtë çështje emrash, se po të mos ishte çështje emrash. Dëgjoj një sekond. Atë kujtohet ty Arbër kur shkarkoi për shembull ministrin e jashtëm, atë që e solli si prurje të madhe Gencaka, po. Gencakën Edi Rama dhe u bë vetë ministri i jashtëm. E mbanën? Po, se Meta nuk ja dekretoi asnjëherë. Qa tregon kjo? Kjo tregon që s'ka të bëj individi aty. Dhe Spaku nuk ka kërkuar pezullimin e Ministrisë së Infrastrukturës, Ekonomisë, janë gjithë ato atje brenda.
të individit që rinë atë zyrë, sepse ky individ ka fakte, ka indicio të caktuara që është marrë me këtë punë dhe njëkohësisht shantazhon dhe mund të prish dhe është duke prishur provat. Pra, dhe ai thot atij, është e rrezikshme o zotri, apo jo? ti je Është kryeministri njeri i me vendit, rrezik. ti dëgjoj një sekond se më pyeti mua. Ja, Ti je ta mbaroj kryetari i pjesën. Ti po Këshillit. them. Pra është njeri me Ore, rrezik. o zotri, dëgjoj një sekond, nëse kjo është kaq e pastër dhe ky Rama beson te pastërtia e saj, pse nuk shkon kjo më të përballet normal? Po kapet pas karikes atje për të cilën e akuzohet se e ka shpërdoruar në rastin më të mirë. E para, e dyta, ne tani do merremi se ky është një kurth shumë i madh që fusin opinionin publik dhe është gati 90% e analizës që bëhet. Jo po procedura, jo po juridikja, jo po të drejtat, jo po do na bjerë kjo, jo po destabiliteti i qeverisë, jo po firmos. O zotri, po mirë mo, kush prevalon mbi të gjitha? Prevalon ndërprerja, goditja, zbulimi i grabitjeve që janë shkojnë në miliarda dhe që ty të kanë dalë dhe sheshit, sepse ne po i shikojmë punët publike si po na çajnë rrugët, tunelet pa hekur, të pakolauduara ose që s'janë marrë përsipër, dhe tani na që nga merak i madh juridik emri i ministres. Po pse mo, gjithë kjo parti socialiste me 700.000 vota, me akademi politikanësh, me si Rama tha, nes të na bien, tha 1.000 të na bien nga Spaku, tha 800.000 nxjerrim, tha. Si pas ka ngjesur kaq keq te një emër që nuk e dim dhe çfarë shkolle të lartë ka, çfarë ekspertize ka, përveç se e mbaj mend që u shfaq papritur në Bashkinë e Tiranës. Dhe nuk paska në për ekonominë, nuk paska për infrastrukturën, Partia Socialiste një njeri që të verë të ulet atje dhe të vazhdoj punën dhe të firmos dhe të vazhdoj, por na që nga lidhur me një emër të përveçëm, dhe kjo na që nga procedurë, shumë bukur, është emri i përveçëm. Emri i përveçëm, zvendës kryeministre, ke marrë gjithë këto, gjithë të mirë besim, nga partia më e madhe, nga parlamenti, nga votat, nga të gjitha. Shko më i zonja aty dhe përballu me drejtësinë. Kjo qëndron. Përballu dil më e fuqishme, bëu kryeministër, dil e pastë. Këtë që the qëndron. Me këtë jam dakord. Po çka të them unë tjetër se jo, po kjo qëndron. Unë s'kam asgjë kundër kësaj. Ajo që nuk po kuptoj. Dëgjoj, nëse ti je këshilli të ministrave. Jam dakord me këtë që the ti. Pushtetit imunitet. Kjo qëndron një problemi është ku pengohen hetimet kështu. Arber, nëse ti je pushtetit imunitet, po pse mo kush e bën? Po se ja punë e ka dhënë ligji, nuk e ja punë. Nuk i ka dhënë ligjin, ma nxjerr ligjin. Ma nxjerr ligjin, vetëm deputetit i ka dhënë. Ma nxjerr ligjin. Ma nxjerr ligjin, deri në orat politike që bëjnë këta. Kjo është shumë e thjeshtë për mua, edhe sikur gjykata, le që është filmi i mbaruar, sepse vetëm po t'jenë çmendur, dhe ti po thua jo po gjykata kushtetuese. Fakti që janë ndarë 4-4, tregon. Këtë se dim. Këtë nuk e dim, pori. Po ja pra do ta shikojmë. Por dhe sikur ta rrëzoj gjykata kushtetuese, domethënë Spakun, nuk ka asnjë gjë, faktin e ka brenda Belinda. E ka brenda Belinda, e ka brenda Edi Rama, e ka brenda në kasaforte mbani Kopeleshi, e 16.000 faqe fakt i kanë brenda aty në kuvent, dhe ato të jenë burra të dalin dhe t'i mbrojnë. Jo po kam afat tun 3 muaj, thot ai, ta shqyrtoj. Mere mo vëlla, lexoje. Ata dhe sot e kësaj dite, e kupton sa e turshresh, dhe sot e kësaj dite nuk guxojnë të shikojnë se çfarë ka aty në dosje, budalleqet e Spakut, shpifjet e Spakut, të mbrojnë motrën e tyre, bashkëpunëtoren e tyre, deputetën e tyre, t'i marrin, t'i studiojnë, dhe kur të vi puna të thonë, dëgjon, Spaku ja ka futur kot me këtë kërkesë, se kjo nuk e meriton heqjen e mandatit. Por kanë frikë edhe t'i lexojnë, se kanë marrë urdhrin mos e prek me dorë, se do ta mbrosh si qorë, se ka urdhruar Edi Rama, ka urdhruar partia, është bërë partia bunkere korrupsionit. Po merr në qafë, po bën pis pësen, më vjen gjuna për gjithë majtës, ju vjen turp të majtëve. Sepse po marrin në qafë edhe emrin e partisë dhe po i vën një njollë për një individ, që s'është as socialiste madje. S'ka hyrë si socialiste fare në pushtet. Pori, çfarë do bëj Spak nëse do të përballet gjithmonë me këtë buroj
jemi në një nga ana e fazë, Partisë Socialiste, jemi në një fazë dhe unë po të marr hipotetike të dyja radhë. Do të thënë jemi jo hipotetike, po të marr anën më të keqe hipotetike. Dhe unë kam qef që të shkoj drejt kësaj pike, që është pika e përplasjes finale. Çdo të thotë, jo në kuptimin juridik, jo në kuptimin thjesht balluku, faktet e ballukut çka ka, se si balluku ka shumë do vinë të tjerë, kanë plot, ka Meta e Beqe, Erion Veliaj, se këtu nuk bëhet fjalë tani, ne nuk na takon të themi ka korrupsion shumë të madh, ka korrupsion më të vogël, aty ka nene. Ke bërë korrupsion të kapi e ka nga 3 dhe në kaq vjet, nga kaq, nga 10, nga kaq. Dhe çështja është që kjo tani vete Edi Rama e ka njësuar veten Partinë Socialiste dhe grupin parlamentar me çështjen Balluku. Pra nuk është më çështje Balluku Redi. Është çështje që ai Edi Rama që thoshte përveç Zaos kur të mbush 18 vjeç, asnjëri s'do marr mbrojtjen e partisë, të qeverisë dhe të grupit parlamentar, tani këtë e ka kthyer dhe e ka vënë në përdorim të kundërtën. Do të thotë që pavarësisht se çfarë lexojnë ato faqet, çfarë provash ka Spaku, çfarë gjërash ka bërë ajo më valla, çfarë gjërash ka bërë ajo si ministre ndaj popullit shqiptar, ndaj taksapaguzëve etj, nuk ka rëndësi. Dhe rëndësi ka të mbron partia, të mbron kryeministri apo nuk të mbron kryeministri. Nëse fiton ky variant, ka rënë Spaku. Ka rënë Spaku, janë hequr të mbathurat Spakut. Që në fakt, de facto, do të thotë që ka rënë SBA, që na kanë çfarë veshët deri tani, vije kuqe Spaku, drejtësia, antikorrupsioni, ka rënë BE-ja, ka rënë Britania e Madhe. Dhe nëse ndodh ky variant, mua ke për të më parë që atë ditë do filloj dhe do t'i kërkoj llogari dhe do t'i them ku i ke brekët SBA, ku i ke brekët Britania e Madhe, ku i ke brekët BE, ku i ke brekët SPAK. Se ti hoqi Edi Rama bashkë me Sali Berishën. Dhe unë dua të vi kjo ditë e përplasjes. SBA Edi Ramën janë të fuqishëm, dëgjoj, po lozim me këtë. Këta janë të fuqishëm. Kanë parlamentin. Kanë miliarda. Por miliarda parlament kishte edhe Maduro, ka dhe Irani, ka dhe shumë vende tjera. Nëse këta arrin të blejnë, arrin me këtë fuqi, të shantazhojnë, të mundin, të blejnë Spakun, pra SBA-n, Bashkimin Evropian, në rregull, mbaroj lufta dhe ne ta ndajmë mendjen dhe t'i përshtatemi këtij ose t'i ikim jashtë. Maduro, Irani, që përmonde, janë urrëthuan fillimisht nga ushtria amerikane dhe do bëhet ajo që do bëhet. Ndërkohë Rama pa ka parajmuar një ftesë në Washington. Jo, nuk e blen dot, se këta mendojnë që me para duke bler ndonjë antar gjykate, ndonjë pjesë të Spakut, deputet, dëgjoj. Nuk blihet SBA-ja, prandaj ta thash, se po nuk ka asnjë këta kishte para Maduro. Shiko. Më shumë se këta ka para Irani, po të them. Që t'jemi korrekt. Të paktën menjëherë pas vendimit për kërkesës për pezullim, kemi parë dhe vendimit për pezullim nga ana e gjykatës, kemi parë dy pamje. Kemi parë ambasadoren apo të ngarkuarën me punë të ambasadës amerikane në krah Belinda Ballukut dhe kemi parë njëkohësisht ambasadoren amerikane, po them, njeriu më të rëndësishëm të ambasadës amerikane sot, për të qenë korrekt, në krah të gjykatës kushtetuese. Pra, ndërkaq, pas ftesës së Ramës për të bërë pjesë e bordit paqes, nuk është se kemi parë qëndrime radikale të ambasadave në Shqipëri, sepse për mënyrën se si po vepron, unë jam dakord për atë që thot Alneri që mund kemi në kushtet e një puçi. Redi, mos i trullosni kot mo. Jo. Ore, ku janë qëndrimet? Dhe unë që jam gazetar, të thash që do filloj të flas kështu, të dhash një hipotekë. Dakord. Pasi të mbaroj kjo luftë, nuk mund të thonë të dalë ambasada dhe Bashkimi Evropian apo ndonjë vend dhe ti të rreq vërejtje. Ata e kuptojnë, mbajnë shënim se çfarë po bën grupi parlamentar atje.
me çështjen e imunitetit. Por ata janë brenda rregullores, brenda ligjit, si thot ai. 3 muaj, e kupton? Të mbaroj 3 muaj, do flasim. Gjykata kushtetuese. Ata kanë të drejtë të thonë, na keni në krah gjykatës kushtetuese. Dhe zbatoni siç i tha, zbatoni kushtetutën, ligjin e tjerë. Por pa marrë vendim, ata s'mund të dalin dhe të thotë dëgjoni se kështu. Kur të merret vendimi, shikojnë pasojat, shikojnë veprimet. Unë këtë po të them. Dakor. Edhe ndaj pëthes, Ndaj nuk ka edhe ndaj gjykatave, edhe ndaj kujdo tjetër. E qartë, po, Arber. Tani ka diçka, se tha Poli, jo, i bien breket atij, i bien breket këtij. Jo, nëse. Po nëse për nëse. Tani edhe sikur të ndodhi ajo gjë, unë nuk besoj që ky është fundi i reformës në drejtësi. Nuk besoj që ky është fundi i SPAK, unë nuk besoj fare në këtë gjë. Unë besoj që SPAK është institucion që unë jam të ata që e mbështes. Më shumë Arber që quhet e s'ka duar reforma në drejtësi, quhet e dështuar. Unë jam të ata një person, një ministër i kapur me fakte, me abuzime, në detyrë, me prova. Mbrohet nga qeveria e saj. Po, sepse ti thua që nuk quhet, por çfarë quhet fundi? 5 miliardë euro abuzime. Unë hyj te njerëzit që mbështes drejtësinë dhe do ta mbështes edhe sido që të vej kjo pjesë. Duke larg, duke përkthjelur qeverinë. Jo, ka një gjë. Më lër mua ta bëj atë që bëj. Por diskutimi është ky, në një shtet demokratik ka të bëj shumë procedura. Po të flasësh me shumë jurist, të thonë vetëm një gjë, që një betejë ligjore të quhet e fituar me drejtësinë duhet të jetë vendim i formës së prerë i shkallës së fundit të gjyqësorit. Pra, ka një gjë, nuk mund të quhet fitore, edhe sikur të japi vendim ndryshe gjykata kushtetuese, arrestimi i një zyrtari kushdo qoftë ai. Për mua është sekuestrimi i pasurisë, që shumë e rëndësishme se ti the 5 miliardë apo jo. 5 miliardë. Di çfarë do thotë 5 miliardë? Po, të gjitha rrugët e Shqipërisë janë të abuzuara dhe janë të investuara në mënyrë skandaloze. Pa asnjë kriter minimal që ka rrezikojnë jetën e shqiptarëve. Tuneli Llogaras, tuneli Murrizit, buxheti i shtetit shqiptar, rruga Thumanës, Korçersek, Qukës Qaflloç, po merret këto, po çfarë buxheti i shtetit shqiptar, 40 miliardë ka kushtuar rruga Arbrit. 40 miliard lek. 1.3 miliard ka kushtuar koncencioni Thuman Kashar. 260 milion euro ka kushtuar vetëm koncencioni është bërë me lekë të privatit. O zotri, lëre gabimi. Privati ka, por më lëre se një çështje privati ka kërkuar. Do shkojnë ne do paguajmë ne bashkarisht ti dhe unë deri në fund të 35 vjeçarit 1.3 miliard euro abuzim. Ndërkohë që privati tha, unë e bëj për 226 milion euro Thuman Kashar. O zotri, në fund do shkoj, është rritur vlera. Po pra, këtu është abuzimi më zotri. A është koncesion, e ka bërë me lekë të veta me garanci? Nuk ka lidhje koncesion. Shteti garanton koncesionarin që do paguaj në qoftë se nuk arrihet numri i kërkuar i automjeteve që kalojnë atë mos të dinë tani detajet. Si është realiteti? Ka kaluar numri? Si është realiteti? Po. S'ka lidhje pse hym detaje, ne po flasim për abuz. I gjithë koncesioni është abuzim o zotri. Se quhet i rënë SPAK-u, tani nuk quhet i rënë SPAK-u, nëse po. Se u futën në rrugë. Tani ta mbaroj këtë lutem. Ka një gjë, nuk quhet dhe po i kthem tek ajo, është procedurë. Fitore e drejtësisë së re për mua është vendimi i fundit i gjykatës, nuk është arrestimi mor zotri, sepse ka një gjë. Kemi 6 jetë për ca zyrtar të PS-s të arrestuar. Iku Arben Ahmetaj, iku tjetri, iku Erion Velia, Ilir Beqa, tjetri, ndaj të 3 këtyre personave, me që janë këta, është proces gjyqësor që ka po shkon, po zgjatet shumë. Nuk jam këtu për të mbrojtur asnjërin, po nuk ku është fitoria ligjore. Alqi Bllako doli, madje doli me një skandal për drejtësinë, që kishte të bënte bëri më shumë para burgim se sa dënimi. Lefter Koka doli, nuk dihet çfarë ndodhi me pasurinë. Tani nëse ti i bën për statistika, i merr i fut atje dhe pastaj ata dalin pasin pikë problemi, ku ishim mor zotri dhe ku jemi? Thjesht e frika. Ora njëta gjë për Berlinë mos më intereson fare. Ka prova të vërtetuara nga SPAK që kryen transferta parash në vërtetësaj nga njerëz besuar. O zotri, nuk më intereson dosje aty 16000 faqe. Nuk më fare fati sa. Çfarë të intereson? Tani mua më intereson procedura që shkoj avokati atje apo shkoj avokati. Procedura kush është zotri? Që këta zotri nëse kanë marrë kështu situatë. Me procedurë ka shpëtuar. Me procedurë ka shpëtuar shumë njerëz. $2 miliardë që thotë. Po. Bëj pra procedurën mirë që mos të shpëtoja ai zotri. Kjo është si hetimesh. Nuk është si hetimesh përgjimi WhatsApp. Arber, ja po ta japun vendimin. Arber.
po ta e zëm. Si e ti me shmikurin. Po na merr gjysmën e emisionit Kjo të është gjykatës të mos të dalë. Unë po ta marr dyqën që gjykata kushtetuese do të japi të drejtë në Belinda Ballukut. Tani, ti shqiptarë thonë, nëse unë vjet 10 milion euro dhe dal me 2 vjet burgim e bëjnë të gjithë të gjë zotri. Ti nëse e ke hetimin cisor, nuk e ke se merr fut në burg. Po hetimin cisor ti e ke se fut në burg, i merr pasurinë dhe ai të rinë në burg 15 vjet me pakta zotri. Jo të del me 2 vjet me 3 vjet. Sepse ka një gjë, edhe dosja Partizani, një nga dosjet më problematike që ka patur deri tani. Të doli të gjithë kanë dalë ata personat që u arrestuan. Përfshirë edhe një nga të afërmit dhe zoti Berisha. Tani më fal, përse doli ai? Do thotë që ti e ka arrestuar kot apo ke bërë hetimin gabim? A mund ma thoni pak ju? Të flas cilësi mikurin. Cilësi dhe vetëm cilësi. Kaq. A pastaj fati Belinda Ballukut e tjetër s'më intereson fare. Po Albert se pastaj ka fjalën e fundit Poli. Arbri kërkon që ta treqë vëmendjen nga një mega skandal që përfshin Shqipërinë që cënon integrimin e Shqipërisë. Neve jemi shumë pranë antarësimit Bashkimit Evropian dhe neve kemi si kriter kyç një nga kapitujt kryesor që cilët marrim antarësimin është kapitulli i drejtësisë, reforma në drejtësi, që të funksionojë siç duhet reforma në drejtësi, duhet që të ndëshkohen të gjithë personat e korruptuar. Belinda Balluku po bëhet pengesë serioze. Po bëhet pengesë serioze. Dakor pra. Po ta lëm të ta shpjegoj procesin. Belinda Balluku po bëhet pengesë serioze. Që po na si Ilir Meta është i korruptuar. Ilir Meta është i korruptuar apo jo, duhet ta vendos drejtësia. Po të gjithë kemi për atë. Por unë për Ilir Metën nuk kam fakte që Ilir Meta është i korruptuar. Për Belinda Ballukun kam. Po si s'ke fakte? Sepse kam prova. Poli mund të thotë kam unë 100 fakte. Po le të nxjerrë provën, le të nxjerrë prova. Po mirë pra, ti do të kapesh me emrat tani. Unë ti themi gjë që. Po te emrat më është gjithë. Shiko, ai e ka le ta bëj, e bën shumë bukur. Dakor, oponenca arbër më pëlqen. Kjo puna integrimit me fjalë. Ta them unë pra integrim. Qeveria shqiptare është në një ngërç ftofje totale të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian për shkak të Belinda Ballukut. Bashkimi Evropian investohet dhe këtu ishte pranishëm ministri i jashtëm gjerman që kërkoi në gjuhë zyrtare tërheqjen e qeverisë, mbështetjen e saj, tërheqjen e mbështetjes ndaj Belinda Ballukut. Pra kemi të bëjmë me një ngërç serioz. Dhe neve tani shqiptarët e dinë se çfarë po ndodh këtu, çfarë ka ndodhur gjatë qeverisë. Është prioritet Bashkimi Evropian për qeverinë Rama, Bashkimi kushdo që mendon që neve do kthehemi të ham hallva apo baklava nga Anadolli, le të shkojë. Por neve kemi një destinacion që është Bashkimi Evropian, që është në të mirë të Shqipërisë. Jo, është dhe American Path, edhe rruga amerikane që ka ardhur me presidentin Trump. Në rregull. Neve aty le të integrohet Edi Rama. Ne po flasim ku do ta ne jemi në territorin. Kam të nga Richard Grenell, që tha Serbia duhet ndjek American Path, jo European Path. Kur bësh emision për gjeopolitik ti mund të diskutosh. Jo, a vazhdon mbetet Shqipëria dhe Shqipëria është dhe ka aspiruar prej 35 vitesh që të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe është më afër se kur të realizojë për interesat e Bashkimit Evropian. Tani çfarë ka ndodhur zotri? Kemi të bëjmë me një Belinda Balluku që duan ta mbrojnë me çdo kusht. Edi Raman përmjet procesit të gjykatës kushtetuese. E zëm që gjykata kushtetuese fitoi Belinda Balluku. Çfarë do ndodh tani? Pse e mbron ti në komisionin parlamentar? Pse nuk e çon çështjen për që të vlerësohet heqja e mandatit në parlament? Pse e mbron ti zotri këtë gjë? Kjo ka një arsye dhe unë e di arsyen që Belinda Balluku po mban peng Edi Ramën me gjithë firmat që ka dhënë në emër të tij, me videon që ka për atë, me faktet që ka që e implikon Edi Ramën në korrupsion. Dhe Edi Rama është i shantazhuar në këto momente dhe nuk ka mundësi që ti bëj ballë Belinda Ballukut, por i nënshtrohet asaj. Belinda Balluku e kërcënon atë, se po ika unë ikën dhe ti. Dhe në këtë rast, në këtë realitet politik që jemi ne, duhet të themi qartë që Edi Rama mund të ikë dhe duhet të ikë nga qeverisja bashkë me Belinda Ballukun nëse e mbron. Dhe këtu ka një presion të shtuar ndërkombëtarëve që do të largojnë Edi Rama. Rama vendos që të mos e lëshoj për shkak të kësaj që thua ti. Çfarë ndodh? Kemi një përplasje serioze të Shqipërisë me Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe me Bashkimin Evropian, të cilët nuk mund ta falin këtë lloj qasje politike të qeverisë shqiptare që mbron një person të korruptuar. Zotri, Belinda Balluku, çfarë do lloj përpjekje që duhet bëj? Duhet të ikë me dorëheqje, nuk e bëri këtë akt. Duhet ta largonte Edi Rama, nuk u bë dhe ky akt. Atëherë lërja e drejtësisë të ushtroi kompetencat, lërja e parlamentit që të ushtroi kompetencat. Pse e mbron ti? Ti e mbron sepse ti po kërcënohesh nga Belinda Balluku, pra Rama po kërcënohet nga Belinda Balluku. Rama t'i japi drejtim çështjes, siç i jepte çështjeve të tjera. Pse e çoi Erion Veliaj nga zyra në burg?
Pse çoi Sajmir Tahirin e tjerë, ndërkohë që Belinda Ballukun e mban? Ka një arsye madhore. Sepse shantazhohet po thua. Është shantazhuar, pra, që Edi Rama është i kërcënuar me video zotëri nga Belinda Balluku. Ka video ajo. Me këtë gjë e fundos Edi Rama politikisht. Se nuk i shkon skenari që tashmë Rama i ka rregulluar punët me amerikanët edhe as që do t'ja di. Se e kërcënuar Niko Peleshin i than urgjent tërhiq, sepse e din vullnetin e komisionit dhe e din vullnetin e amerikanëve të cilët punuan fort përmjet antarëve të komisionit mandateve të cilët do ta votonin pro të gjithë që të kalojë procedura në seancë parlamentare për heqjen e mandatit. Kjo procedurë u parandalua me shtyrjen që Niko Peleshi i bëri sot. Dhe Niko Peleshi do mbaj përgjegjësi politike për këtë gjë që bëri. Pra nuk është një lëvizje e lehtë. Zotëri, Nancy Van Horn e dërguar ambasadës amerikane i takoi të dy kryetarët e grupit parlamentarëve, si Ballon dhe si zotin Bardi. Edhe të dy kanë qenë pro heqjes mandatit. Ndërkohë, Edi Rama me lëvizjet që bën, përmjet Auland Ballës e shtyu këtë rast. Pse e shtyu? Sepse Edi Rama nuk ka rrugdalje tjetër veçse të mbrojë Belinda Ballukun ose të ikë me Belinda Ballukun. Kjo është situata që neve do shohim në tarë. Ikën Rama dhe vjen PD-ja, fiton PD-ja. Shlidhe ka PD-ja. Poli një koment të fundit, sepse e di që do largohesh, ja, se Poli është e minutat e fundit. Po Poli, dhe të kërkoj ndjesë të tilla për pak. E shijo. Ja, kjo është betejë finale. E kupton, por në miniatur. Betejë finale në miniatur. Po, më fal, po ku, se desha t'ja bëj pyetje dhe Almerit, pse nuk i shkojmë tezës që Rama, dakord jam, qëndron edhe kjo Almerit, po pse nuk qëndron kjo tjetra, që tani më Rama i ka rregulluar raportet e tij me Washingtonin, do shkojë në shtëpi bardh, spaku do të rriqet dhe kjo s'ka asnjë gjë. Po, le t'i rregullojmë më burr, le të futet edhe në shtëpinë e bardh, siç ka thënë do ta presin me skor, ta shikojmë se s'po duket ndonjë gjë. Do futet edhe në shtëpinë e bardh, siç u fut Sajmir Tahiri dhe pas 3 muajsh. Por çështja është, ai rregullon, u fut në bord, do futet në bord. Po me këtë bordin që është zbuluar këtu në Shqipëri, more di çfarë do bëhet. Është një bord që nuk ka shans të ta mbyll, të ta fshej as Trumpi, mund të ta shty Trumpi 6 muaj. Trumpi është shumë okej me diktatorët më të mëdhenj botës. Trumpi është Oredi, dëgjoj, ti nuk e ke idenë, më vëlla, dëgjoj një sekond. Nëse Almeri është i mirë informuar sepse e ka ndjekur vetë për një kohë të gjatë për Belinda Ballukun, unë të rësi, po të garantoj domethënë që këtu është e kaluar çdo lloj limit. Është e kaluar çdo lloj limit në grabitje, jo në korrupsion, i cili ti duhet ta kuptosh domethënë që këta e kupton ti që për shembull që ikën dhe dritat, për shembull të jap kot, tu është bërë që sikur kudo të futësh dorën, janë shumë çështje që ne nuk e kupton, nga që na i zhurmojnë këto Balluku, Erion Velia, Ilir Meta, Sali Berisha, këta 4-5 që vërtiten, ore këtu kudo që të fusësh dorën, këtu është grabitje, është një tmerr i vërtet dhe kjo është një ngrehim që po mbahet vetëm me propagandë dhe me këto lëvizje gjeopolitike që thua ti u fut në bord dhe takoj Trumpis, nuk mbahet më. Dhe vllajin ta kesh prokuror, dhe vllajin ta kesh president të SBA-s, nuk mbahet më. Dhe ta garantoj unë ty të doli që dhe generatori që spunoi për ikjen e dritave që desh vdiqen ata që ishin në reminacion dhe doli dhe drejtori i spitalit dhe tha nuk kishin viktima, tha shqyr Zotit, tha nuk vdiq asnjëri, tha. E kupton ti? Ti e çon titrin familjarin në spital që ta shërosh, ai thot shqyr që s'në vdiq në krevat se ikën dritat dhe e di çka kishte ndodhur. Ore nuk kishin vjedhur dhe punën e ati shërbimit të generatorit, servisit. A e kupton ti? Ore, ku do t'i fusësh? Do të themo, më thuaj më një sektor. Te bujësia, ku do t'i fusësh duar? Te siguracionet, me që... Te siguracionet, që nuk zije në goj fare. Mira të vdekur marrin pensione. Do më thë, si marrin ata të shkretët, se ata janë në vendin e tyre, po i marrin këta. Dhe ty të bie një shi, kur ka diell, tu të pëlqet. Kur ka shi, këtu të pëlqet. Edhe një brym të bjerë. Dhe ti po thua tani, i dha dorën Trumpit, apo si dha dorën Trumpit. Ore, këtu ja fakte dëgjon. Kjo është një gjë, të të them dhe diçka tjetër. Po. Ka të organizuara protesta pa fund nga
faktor opozitar. Ku janë qytetarët, Poli, nëse jetojmë në këtë situatë që ti po parashtron? Ku është zemrimi qytetar, sepse duhet ketë një lloj zemrimi që të zgjohen ata andese, nëse gjërat janë nën kontroll dhe të stabilizuara. Sepse dhe kur thash që ka ardhur koha e përplasjes finale, sepse siç është shkapur, siç është lufta që në fakt nuk është vetëm Rama, por është bashkë me Berishën dhe me çfarë përfaqësojnë të dy, për tranzicionin dhe për korrupsionin nën pushtetet e tyre, ashtu është kapur këtu çdo qelizë, është kapur janë kapur parti, është kapur demokracia, është kapur shoqëria civile. Ore di. A e di ti për shembull të bëj një pyetje ty unë, a ndodhi kjo për shembull kjo koordinimi i grevës së kamionistëve që i bën presion Bashkimit Evropian në gjithë Ballkanin Perëndimor? Po. Kush nuk vajtën, kush nuk u bashkua, vetëm kamionistët shqiptar. E di pse? Se me që më dolet e protesta. Po. Kemi sindikat kamionistë. Kush do t'i organizojë ata? Të mblidhen vetë në kafene ata dhe hajde do fikim kamionët. Ku është dhe kjo puna e demokracisë e protestave? S'kemi sindikat të këtij mlefi, të kësaj përkënaqësie, të këtyre skandaleve, që sindikat duhet të ishte një opozitë e pastër, me moral, në kontrast, jo të ketë punë vetë me spakun, jo të ketë punë vetë me gjykatat e speciale, jo të gogësi nga mirëqenia, jo të takohen me ta ulan ballën, siç ka ndodhur me eksponent shumë kryesor, nuk po them për Berishën, e di Almeri. Dhe si do t'ja bëjmë, si do t'a ndajmë aty në parlament, çfarë qysh teke këto e ato. Edhe se populli është budalla, se duhet protestuar, po ne nuk u mblodhëm dot sot 4 veta për emisionin tënd. Ja unë ngela në shtëpi, nuk erdha dot. Ti thua të mblidhen 1 milion pa një koordinim, pa një sindikat. Shiko sa rënd është lajmi i fundit. Është lajmi i fundit, Belinda Balluku ka sfiduar, domethënë hapur, ka sfiduar drejtësinë dhe ka bërë rekurs në gjykatën e lartë për çështjen e pezullimit të pasaportës. Pra në vend që ajo sot ishte pas hekurave, shkon edhe me imunitet politik, kërkon që ti lihet e lirë pasaporta, ti që bllokim pasaportës dhe të bëhet në këtë vend sikur s'ka ndodhur asgjë, sikur në këtë vend nuk ka vjedhur korrupsion, ajo e buzëqeshur vesh më vesh, sepse e kanë xhepe Edi Ramën, ndërkohë që gjithë të tjerët vuajnë pasojat e keq qeverisjes dhe keq dhe vjedhjes galopante që ka bërë me fondet publike. Pra, në këtë rast këtu është vësh kujën, domethënë. Ajo shkon tani atje sepse e ka në xhep atë, pra. Sa të ketë në xhep Edi Ramën, ajo do shkojë të sillet si të dojnë këtë vend. Por ajo që duhet kuptojmë ne është që i themi shqiptarëve si ata që na ndjekin, që janë shumë. Duhet i themi që neve po ndodhemi përballë një uragani të rënd të korrupsionit mbi institucionet e drejtësisë që vjen nga forma nga më të ndryshme, duke i bler, duke kërkuar nëpërmjet shantazhit, blerjes, nëpërmjet presionit hapur dhe nëpërmjet ndërmjetësimit që kërkojnë duke i futur njerëz që shpëtojnë njerëz korruptuar. Unë dua t'i them shqiptarëve që neve në këtë realitet që jetojmë, në këtë qeverisje, duhet kemi vetëm një synim, mbështetjen e institucioneve drejtësisë për sa kohë ata nuk kapen dhe nuk ndikohen nga politika. Ky do të jetë misioni çdo kujt prej nesh. Edhe nëse unë kam qenë kritik me spakun për çështjet e caktuara, dhe me Artin Dumanin jam. Dhe unë ta them hapur sot për Artin Dumanin. Është ushtari Belinda Ballukut i betuar, i cili e mbrojti atë deri në pikën e fundit. Sepse kam të faktuar sjelljen që ka pasur ndaj saj, për sa kohë çështja duhet hetohej dhe duhet merrej pa ndehur shumë kohë më parë, ky zvarriste qëllimisht. Tani me ardhjen e kreutrit SPAK, tregon qartë që amerikanët janë investuar, për sa kohë nuk e përmend emrin e kreutrit SPAK dhe zoti Berisha, kjo tregon qartë që amerikanët janë serioz dhe të vendosur që investimet e tyre në Shqipëri mos të ndihen të kërcënuara dhe të shantazhuar nga gjua e rënd politike asnjë pale. Pra, për sa kohë institucionet drejtësisë, dhe unë besoj që do ta bëjnë detyrën, nuk ka shpëtim as Edi Rama as Belinda Balluku, do fitojë 1 muaj kohë, 2 muaj kohë. Ku do shkojnë pas? Nuk shka ku shkon më, sepse do përballet me dikën që i qëndron përballë që janë ndërkombëtarët. Dhe ndërkombëtarët dhe Mar-a-Lago, edhe Bordi Paqes, dhe 1 milion euro, dhe Tony Blair nuk janë zgjidhje
përfundimtare, janë zgjidhje kalimtare, janë zgjidhje të momentit që intereson për geopolitik Trumpi të ketë arrestuar pas vetes numrin e shteteve dhe jo kush fshihet pas tij, sepse Trump nuk e di fare që ekziston Shqipëria. Por sepse ne kemi parë Donald Trump ngatronte Groenlandën me një shtet tjetër, pra edhe ai përshkon 80 vjeç. Pra kemi të bëjmë me interes geopolitik që Shqipëria, Edi Rama po e shfryzon për interesin personal, po jo për interesin e Shqipërisë. Kurse kthehemi realitetit brendshëm, departamenti i shtetit është pothuajse i distancuar plotësisht me Edi Ramën që nga momenti që ka ardhur në pushtet. Nuk ka asnjë marrëdhënie zyrtare me këtë dhe kjo është për t'u thënë shqiptarëve që Edi Rama me institucione zyrtare, të cilët përfaqëson linjën e jashtme amerikane, nuk kanë kontakt. Për sa kohë ata qëndrojnë indiferent dhe ata e dinë se çfarë ka bërë Edi Rama me Belinda Ballukun, ata nuk do t'i ndajnë kësaj çështje deri në fund, sepse këtu kemi parë të distancuar zonjën Van Horn, kemi parë drejtuesin Gonzato të distancuar nga qeveria e Edi Ramës. Nuk ka marrëdhënie më. Drejtuesit e Bashkimit Evropian janë distancuar. Pra janë këta njerëz që janë të investuar që duan Belinda Ballukun në burg. Dhe për mua do shkojë me Ballukun, do shkojë dhe Rama. Në qoftë se Edi Rama, po ta them unë pra, në qoftë se Edi Rama nuk e lëshon Belinda Ballukun, do ikin të dy. Nuk ka lëshoj ajo thua ti e shantazhon? Ka një gjë, po pra këtu është ngërçi. Edi Rama sot po kërkon ureg. E di çfarë po ndodh në Shqipëri. Edi Rama nuk di si të heq nga këmbët ferrën që quhet Belinda Balluku. E ka lidhur për këmbë ajo pra. E ka lidhur, është bërë ferr dhe nuk di si ta shkpusi atë Belinda Balluku nga këmbët. Dhe çfarë po bën? Po fiton kohë. Belinda Balluku i kërkoi Edi Ramës largimin e drejtorëve, po e largon. Do të kërkoj nesër largimin e ministrave, do t'ia plotësoj. Çfarëdo që do të kërkoj Belinda Balluku Edi Ramës, do t'ia plotësoj për sa kohë ai nuk e shmang dot shantazhin e saj. Poli, me një fjali, dëgjoj, do të me një fjali se je se jo se shijova fjalimin kushtrimin optimist do të thosha të Almerit, sepse unë thash, unë po pres si do dalë beteja finale. Almeri tha është optimist dhe unë jam në fakt, do më thënë që nuk fitoj pastaj. Prap shpresën të aeroplan mbajtësit e kemi. E di pse, dëgjoj, e di çfarë është e vërtetë aty, a themi me një fjali njerëzve. Kjo klasë politike, dhe këtu dua të bëj asnjë lloj dallimi, mos mërziten as të majt as të djathtë. Kjo klasë e të korruptuarit, të kapurit në korrupsion, ose të hetuarit, ose të dyshuarit, ata që në fund të fundit 35 vjet e kanë lënë të vend të begat të fundit në Europë. Kjo klasë politike korruptuar e di çfarë ka bërë që ta kuptojnë njerëzit. Ka nëpërmjet korrupsionit ose më saktë ka vjedhur xhepat e gjithë taksa paguesve shqiptar dhe me këto para tani, gjithë analizat që bëjmë neve këtu, edhe që po deshe dhe vazhdo bëhet ti, me këto para të korrupsionit, të vjedhjes së shqiptarëve, të këtyre shqiptarëve që na dëgjojnë ne dhe gjithë shqiptarëve duke na përfshirë ne, sulmojnë drejtësinë, duan të blejnë drejtësinë, duan të blejnë gjykatat, duan të blejnë ndërkombëtarët, tentojnë të blejnë ndërkombëtarët, bëjnë lobim, dhe blejnë media, duan të blejnë gazetar, i blejnë analist e tjera. Pra, me lekun e vjedhur, janë duke fituar kohë që të mos japin llogari për lekun e vjedhur. Dhe paguajnë nga xhepi jonë, më e bukur është, jo vetëm që na kanë vjedhur, po me lekët që na kanë vjedhur e ke parasysh tani paguajnë dhe lobim dhe të blejnë gjyqtar, dhe të blejnë media, dhe të blejnë etj. Dhe kjo është ajo që po ndodh. Kaq e thjesht është për atë njeriu e thjesht, që e dëgjon emisionin tënd i nderuar zoti Baraku. Pyetja Poli është e thjesht. Pra është në Shqipëri po qarkullon gjëja që okej, dakor, deri para deri në momentin që SPAK kërkoi pezullimin e Ballukut, u pasi një moment kulmor që SPAK-u do i shkonte deri në fund. Nga ana tjetër, kemi këtë situatën e re, ku ndodhet sot paktën nga pikpamja geostrategjike. Çfarë është kjo do i shkonte? Kuptim ka. Do i shkonte logjika që SPAK do të shkojë deri në fund. Por tani më ka një ka një ngjarje shumë të rëndësishme që ne nuk mund ta anashkalojmë. Flas nga pikpamja deri tani diplomatike, nuk po prodhon efekte. Unë jam dakord. Nëse SPAK do shkojë aty ku thua ti, i bie që SBA-t po flasin nëpërmjet SPAK-ut me qeverinë Rama. Dhe unë jam dakord. Po ama të mos bëjmë sikur kjo
pjesa e... Po dakord, jam shumë dakord, po në okay. Shëbaja do zgjedh mes nderit. Shko, Shëbat janë institucionale. Në qoftë se Shëbaja do zgjedh mes asaj që t'i ul Rama, do shta dhe bashkë me Berishën, t'i ul të mbathura, mes këtyre dy fakteve, nderit të saj, reputacionit të saj në Shqipëri, që ju ka bërë sondazh të përmuajshëm shqiptarëve për drejtësinë, për spakun, ju ka vënë gjoksin, ju ka sjell financa, ju ka sjell mjete, ju ka sjell, i ka ndihmuar, ju bën trajnimin e fundit, FBI-ja këtu brenda. Në qoftë se do zgjedh mes reputacionit, dinjitetit të vet si shtet dhe fatit të Edi Ramës dhe Sali Berishës, jam dakord me analizën tënde. Po tentohet të ndodh kjo. Po në qoftë se ndodh kjo, le të ndodh, s'kemi çfarë bëjmë. Qose edhe po ta thete njerë, qose Shëbaja. O Poli, nuk ndodh Poli. Shikon, ne kemi pasur Grenellin i cili bëri atë spinin e opozitës, i mbajti me shpresë demokratët do të hiqte në ngratën zotit Berisha dhe tham që erdhi Trump, u përmend dosja Berisha si një rast në Shtetet Bashkuara të Amerikës që Soros kishte ndikuar, u përdor për politikë të brendshme atje. Dhe në finale çfarë ndodhi kur erdhi Trumpi? Asgjë. Kur u fut në marrëdhënie zyrtare institucionale të Shtetit Amerikan nuk ndodhi asgjë. Sa fitoi zoti Berisha me amerikanët, aq mund fitoi Edi Rama Poli. Kjo është e sigurt që nuk e fitoi dot betejën. Po i them, tani këta juve jeni duke thënë që këta mund të blejnë Shëban. Po s'ka shanse burrë, ishte bler Sali Berisha me kohë burrë, nuk ndodh. Se lobimet blerë janë, dëgjoj. Po nuk ndodh, o Poli, lë të paguaj jo 1 miliard euro, po 2 miliard euro, nuk ndodh. Kush njeh institucionet amerikane e di shumë mirë që nuk ka lobi që ndërhyjnë në interesat amerikane. Ne po themi që në Redi, s'kan më shumë lekë se Noriega këta, se ç'kishte Noriega. S'kan më shumë lekë se ç'kishte Kaddafi këta. S'kan më shumë lekë se ç'kishte Saddam Husseini. Po ti ishte kjo puna me shitje blerje nga Amerikën. Po këta nuk ikën se ishin korruptuar, këta ikën se u kthyen në problem gjeostrategjik për SBA-n, po gjithsesi. Po pse Edi Rama nuk është problem gjeostrategjik, zotëri? Po përmendën raportet e DEA-s dhe trafikimi i qenieve njerëzore, trafikut kokainës. Ka ardhur DEA këtu me zyrat posaçme vetëm për trafikun që po ndodh në Shqipëri përmjet portit Durrësit. Ke dëgjuar ti është kapur në një ngarkesë portin e Durrësit? Edhe një lajm të ca mbyll me një lajm se Po. Një përforcim i fortë i zyrës së DEA-s, një dhënie rëndësie të jashtëzakonshme dhe vizita të krerëve të lartë të DEA-s në Shqipëri. Kur do ndodhi kjo Poli? Po ka ndodhur, Po ndodh përforcimi, ajo çfarë thash po ndodh dhe vizitat janë këto ditë. Të shefave të mëdhenj. Falenderoj shumë. Kështu që kënaqësi. Kështu që këta të mbledhin lek tani dhe të vetë t'ju çojnë atyre te Rogneri, e kupton, dhe ata të bëjnë sikur s'shikojnë gjë. Okej. Ndjes për kohën, të përshëndes. Hajde, miru pash. Arbër mos u mërzit. Po jam shumë i mërzitur, ti hap me fishek zjarret vlla. Se do vish në pushtet tani, të erdhi pushteti Poli. Të erdhi pushteti Bullgati. Bë kostumi gati se do vesh në zyrë të shtetit, sepse ke mbrojt spakun dhe meriton ti është atje. Nuk funksionon kështu. Po në zyrë të shtetit do të shpung. Do të kalosh e vota miku im. Maksimumi Poli do marrin një medalje të ambasadës amerikane. Po, dakord. Poli, të falenderoj. Arbër. Tani ka një gjë. U tha ndaj shumë gjëra dhe po i lija kolegët me shumë këshëri, po i dëgjoja me shumë vëmendje. Është prishur Rama me amerikanët, Bashkimi Evropian e ka bllokuar integrimin për shkak të Belinda Ballukut. Lloj dëshirash, lloj mishmashesh në ide të pasakta, të paqarta. Diskutimi këtu nuk ka të bëjë fare që ka një ndërhyrje, ka një mbrojtje, ka aty, ka këtu. Problemi është shumë i thjeshtë, është a lejon kushtetuta dhe ligji që ta mbrosh ligjërisht dikën? Ne përpiqemi të kuptojmë nuancat e një përplasje në underground, se unë dakord jam, ligjërisht e trajtojnë. Nuk po bëjmë koment juristësh e burit. Ne po bëjmë analizë politike. Rama është shumë i qetë, sepse ja lejon ligji të bëjë gjitha këto veprime. Po do t'i bëj deri në fund. E dikush do ishte shkelja?
të mos zbatosh ligjin në shkelje më, jo të zbatosh Artur, është të respektosh vullnetin politik të shqiptarëve, të cilët kanë votuar, që ti mbron aty një njerëz korruptuar, është i tregosh shqiptarëve dhe europianëve. Por lëshoje ti mër zotri, ke një akuzë zyrtare të spak marrë, për lëshoje mër zotri. Pse nuk e shkarkon ti zotri? Ore pse nuk e shkarkon vullnetin politik më? Ore mund të ketë të drejtë zotit Belinda Balluku ta fitojë gjykatë, le ta fitojë. Por ti si politikan, pse Edi Rama nuk e shkarkon? Ajo është një përgjigje që ne do ta dëgjojmë në ditët në vijim përset. Pra këto janë përset që jep vetëm zoti Rama. Unë po flas në emrin tim. Unë them çfarë do themi ne, se çfarë thotë Rama si Unë po flas vetëm në emrin tim dhe po them vetëm një gjë. Fakti që janë lejon ligji mund ta bëj. Edhe kaq mund të jetë. E dyta gjëra që nuk lejon ligji. Është diskutim moral ky që po bëjmë ne. Nuk është diskutim as faktik, sepse ne nuk e dim çfarë do ndodhi në gjykimin themel ndaj zonjës Balluku, nuk e dim çfarë do ndodhi në raportet me SBA-t, çfarë pas një viti pas 2 vjetësh. Ne na intereson që kryeministri i Shqipërisë, personat e korruptuar mos i bëhet mburoj. Ne na intereson që kryeministri i Shqipërisë mos na cënojë marrëdhënieve ndërkombëtare, që kryeministri i Shqipërisë mos të mbajë në radhët e vetë. Më që për këto që thua. Për këto që them unë. Që të cënojë raportet ndërkombëtare. Lexo deklaratën e ministrit gjerman se çfarë tha. Çfarë tha? Lexoje çfarë tha. Krishbaum pra foli fjalë për fjalë. Kërkojmë që të ketë hetim për Belinda Ballukun, mos i dilet në mbrojtje. Thuaj, shikoje. Tani më fal. Ku nuk ka hetim për Belinda Ballukun? Si? Ku nuk ka hetim? Por zotri kërkoj që vullneti politik mos të bëhet mburoj dhe pengesër, është vullnet, ka për çështje politike. Është vullnet politik. Po me thamon përmjet rreshtave politik nuk e kem përmjet rreshtave. Nuk tha sepse është në hyrje në punë të brendshme. Zotri, ajo është mesazh diplomatik i qartë më radh, do ta thotë fjalë për fjalë ty. Mos qëndrimi që mban ti politikisht. Asnjë se thot dot. E di pse nuk e thot dot, sepse ta kam thënë dhe një herë tjetër të Studio Redit. Në Spanjë zotri ka zyrtar të lartë të kryeministrit në detyrë që janë të akuzuar dhe po shkojnë në gjykatë për ditë. Çdo herë, çdo javë shkojnë para gjykatës dhe nuk i ka thënë njëri çfarë qëndrimi të mbaj. Nuk ta thon dot as ty, nuk funksionon. Nuk jemi në Spanjë, e cila është një vend, është një 10, një 50 fish më madhe se Shqipëria, me një kontribut, po jo pra se ka dhe ajo kohët e fundit. Ti ishte për reformën drejt Spanjës, nuk e ka bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës reformën drejtësi, as Europa. Ka një gjë. Nuk merret krahasim ajo. Shiko rastet e ngjashme këtu, shiko Bullgarinë, shiko Rumaninë, Bullgaria s'ka bërë gjë. Rumania ka bërë. Rumania pra, shikoj raste ngjashme këtu tu bëj krahasimin. Themi pak te Shqipëria. Shikush problemi. Problemi është këtu që do ketë një betejë ligjore mes institucioneve do ta ketë. Ajo që unë nuk dua si gazetar dhe si njeri që jetoj në këtë vend, nuk do dua në asnjë moment që të hiqen kompetencat një organi hetues, pra ti ulen kompetencat dhe ti përkeqësohen. Por nuk ka asnjë problem nëse palë përplasen ligjërisht. Por jemi gazetar. Pse nuk e pranon ti, pse nuk e thua ti komentin, një fjali të thjeshtë kemë që kryeministri i Shqipërisë duhet bëhet burrë dhe ta shkarkojmë. Pse nuk e thua këtë gjë, këtë realitet? Pse i shmangesh kësaj fjalie mor burrë? Ta them unë, am pyete. Ajo am pyete mua, po e kisha konstatim. Po më imponon mendimin. Po jo mor zotri, po të pak të gjë do të jesh kaq i hapur, do të jesh kaq. Jo, se them dot, e di pse se them, sepse ka ikur koha. Për mua, do mendimin tim personal? Po patjetër mendimin tënd. Ka ikur koha që ti zotri e merr a priori akuzën. Për mua shkarkimi jo, është fakt. Akuza është fakt, po kam parë fakt. Është dyshim. Unë pash provat më zotri. Po kam provat në ndosje që më ka bërë spaku ditur. Je gabim, është dyshim. Është dyshim. Por zotri e provat. Akuza është dyshim. Akuza është dyshim. Tani do bëjmë legjislacion këtu. Për mua ta shkarkoj, do bëjmë tezë juridike. Ta shkarkoj në momentin që ajo del fajtore. Jo të shkarkohet. Kur është proces. Jo të shkarkohet në fakt. Lëre spakun të gaboj zotri. Ti mos e pengo spakun. Lëre me këto fakte që ka spakun, lëre të gaboj. Ta ka thënë Rama Almer. Ta ka thënë që ne nuk pranojmë ndërhyrje kaq brutale dhe antidemokratike sa ai është njëri që ka kërcënuar spakun, ai është njëri që çfarë ka thënë. Ta ka dhënë një argument thënë. Ai ka thënë çdo gjë për spakun. Unë nuk pretendoj. Ke gabim. Unë kam gabim. Berisha ka thënë çdo gjë për spakun. Lëre Berishën e dip që ka betejë të hapur me ata. Ne flasim vetëm ke telefoni im ose esni. Ka penguar agjendën e BK-s tuaj kryeministri. Po si, po lëre mo telefoni mos hajde ni po mos zotri. Jo, lëre mo telefonin. Po flasim marrin telefonin për një gjë, që është skandal. Askush nuk ta merr telefonin pa vendim gjykate. Për një gjë kanë marrë dhe pa vendim gjykate. Ta marrin telefonin për një gjë dhe të kërkojnë gjëra të tjera, gjëra private, i kthen arkivit, bëjnë çfarë të duan. Ndërkohë në vendet e tjera në Kosovë e bllokoi gjykata e lartë këtë gjë.
Në vendet e tjera të marrësh telefonin ti, të shikosh foto private dhe të merret vesh që ti ke parë foto private të një individi, bëhet nami, të del gjithë shtetin, të del gjithë një qytetarë që në rrugë. Minimizoj fenomenin e abuzimit pushtetit nëpërmjet ndikimeve telefonike, nëpërmjet bisedave telefonike dhe kapemi tani se ka dalë Rama foto nudon plazh. Por apo kemi parë nudon e çati çfarë do fshijmë Rama. Qëndrimi im është i qartë. Kush bën abuzim shkoj në gjyq në burg, por ka një gjë miku im. Demokracia është procedurë. Do respektosh procedurat, do ti. Do kalosh në procedura, more. Se kjo është të qenurit pjesë e një mekanizmi si Bashkimi Evropian. Në një vend normal demokratik, kryeministri dhe qeveria duhet kishte rënë në këtë mega aferë korrupsioni. Kryeministri Edi Rama apo vullneti i kryeministrit Edi Rama është lexuar tek vendimi për t'i vazhduar reformat, 2 reformat e mëdha, asaj reformën zgjedhore dhe reformën territoriale pa opozitën. Pra, Rama, ajo që po them unë është që pavarësisht se çfarë thuhet pas ftesës apo rregullimit të raporteve me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rama ka marrë një vendim i cili ishte i paimagjinueshëm deri para kësaj ftese, që do t'i vazhdoj reformat, që do bëj pa opozitën. Ka marrë, po pse nuk ka një reagim nga ato faktorët ndërkombëtar që ti thua, që dakord thash, prandaj e konstatova faktin që deri para ftesës jam dakord me ju, po deri pas ftesës, pse nuk ka një reagim qoftë Bashkimi Evropian, qoftë ambasada amerikane në raport me një puç, sepse puç kushtetues quhet kur ti do ndërmarrësh reformat më të rëndësishme të vendit, cilat prodhojnë nesër fitore elektorale të Partisë Socialiste pa opozitën, duke i hequr fare ata si tek sistemi i bashkëkryetarëve se si funksionon. Çfarë kuptojnë me këtë? Se ti e kjo pyetje ka përgjigjen brenda. Ne kuptojmë këtë gjë, që ndërkombëtarët kur e kanë ndarë mendjen, pra përgjithësi Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur e kanë ndarë mendjen që mos të kenë marrëdhënie diplomatike dhe politike me një parti politike, siç është Partia Demokratike, kushdo qoftë në qeveri, si ata kanë ndarë mendjen përgjithmonë në mënyrë institucionale. Pra kjo është goditje për PD-n. Po pra, ka marrë vendim politik. Ta fuqizojmë Edi Ramën. Lërë mos ka lidhje. Të lutem, raport me Ramën ata, po ta shpjegoj pra, se ti the që kaloi oqeanin ai, do shkoj te bordi i paqes. Jo, unë po them që unë do t'jap një provë sot. Amerikanët kanë një qëndrim diskret për çështje që ata nuk duhet shprehen. Kanë qëndrim të vërtetuar për çështje që ata shohin që kanë interes publik. Bashkimi Evropian, i lëmë amerikanë. Do shohësh te Bashkimi Evropian. Ne do shohim raportet që do vinë nga drejtuesi të Bashkimit Evropian shumë shpejt. Pra në t'jallën pa kohë. Kjo është flagrante, kjo është grusht shteti në se këto janë reforma që janë bipartizane. Zotëri, këtu kemi parë. Këto janë ndërmarrë gjithmonë bipartizane si reforma, si ndërmarrë kur nga njëra palë. Në kodin zgjedhor të 2019, jo ke drejt. 2020, po. 2020 me opozitën e bëri opozitën që ishte parlament. Po pikërisht pra. Ka një gjë, unë nuk po them që ishte një administratë që ishte pro këtij, vazhdon të jetë pro këtij, se ka një gjë, për sa kohë opozita nuk vetë për sa kohë opozita nuk vetë rregullohet, për sa kohë opozita nuk krijon marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës, patjetër që ata do kenë vetëm target, vetëm qeverinë. Asnjëherë do ta kenë opsion nuk do ta kenë opozitën. Dhe unë nuk dua të diskutoj me opozitën kur opozita e ka shkruar vetë fatin e vet. Unë dua të them një gjë me që bëre pyetjen që ndërkohë kaloi matari dhe po bën vetë komision. Ky që kur ka ardhur në 2013, kur bëri reformën e parë territoriale, e bëri vetëm sepse Luli e la, askush i tha asgjë. Për këto çështje janë çështje dytësore për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një problem kryesor: trafikun e kokainës, pastrimin e parave në Shqipëri, kriminalizimin e institucioneve shqiptare, kriminalizimin e politikës, ndikimin e krimit në institucionet e drejtësisë, ndikimin e krimit në institucionet e sigurisë, ndikimin e krimit në polici. Këtë kanë ata interes publik dhe për këtë shqetësohen ata. Nuk interesohet që u bë shijaku me 2 bashki apo u bë dursi me 6 bashki. Zero interes. Asnjë s'ka më pas interes. Duhet të shikojmë prioritetet e këtyre shteteve të mëdha. Në Shqipëri janë këto çështje që thonë që amerikanët nuk e duan Ramën për shtet, këtë po thua. Amerikanët do ta duan këto. Një pyetje, kush i ka bërë gjitha këto? Ti thua që është kapur policia, është kapur shërbimi informativ apo jo? Nga kush janë kapur? Këto? Neve pam që dosja Ergyll Sagasit u kuptoi qartë
se çfarë kishte ndodhur me policinë e shtetit, se çfarë ndodhi me institucionet e SHISH, një institucion shumë i rëndësishëm, i përfshirë në rrëmbim personi, në shërbim të një individi i cili shërbente kryeministrit. Ky pra këtu janë SHISH është fake news, nuk ka dalë fare. Zotri, institucionet e sigurisë në këtë vend u keq përdorur nga një person. Tani, më fal. Dhe kush është ai që kontrollon këtë? Edhe ky person kishte pushtet, jo, nuk buronte pushtet personal, po pushtet deleguar nga kryeministri për llogaritë e kryeministrit. Tani jam fal. Pra Rama është ai që ka kriminalizuar këtë gjithë. Lexo raportin e departamentit 2024-2025. Po t'jap të drejtë. Tani, si ka mundësi një president si Shtetet e Bashkuara të Amerikës lejon vajzën e tij të takojë një Ramaduro të Shqipërisë? Si ka mundësi? Ka një gjë ti kujton? Kaq nuk ka informacion. CIA, FBI, DEA, tha i tjetri. Si ka mundësi lejon vajzën e tij të ulet dhe të bëj biznes me një narkotrafikant? Por si ka mundësi? Se Amerika është e shqetësuar shumë, tha ky. Është e shqetësuar për këtë, për kapjen e institucioneve patjetër. Si ka mundësi e lejon të ulet familjen e tij me një super kriminal? Ka një gjë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në gjeostrategji janë mjeshtra. Kur janë futur në Siçili për herë të parë, kur shkuan agjentë, do t'jap shembull, do t'jap punë. Ore vajzën. Sepse si e la të ulet me një narkotrafikant. Kreu në Ramaduro. Dyshi, Ramaduro i madh tha. Të lutem mo. Se Berisha tha është Ramaduro i madh. Zotri. Por si ka mundësi? Presidenti aktual nuk i di këto gjëra. Po FBI-a. Se këta thonë i ditë CIA, FBI-a, DEA. Po japi përgjigje tani. Shiko sa e bukur situata. Shiko, ai ta ngre topin dhe ta lë që ta bëjmë ne golin. Faleminderit. Presidenti aktual sot i Siris është njëri që deri dje ishte terrorist i shpallur në kërkim nga CIA. Dhe ky person sot hyri në zyrën e Donald Trump. Pra si ta shpjegojmë në këtë rast? Pra, amerikanët janë gjithmonë me interesin e tyre dhe luajnë në bazë interesit. Vajza e Trump erdhi në Shqipëri sepse ka një garanci që të bëj biznes. Ky njeriu ofron çdo gjë për biznes. Pse se bëri me Maduron. Maduro mund të jepte 20 miliard dollar Amerikës. Nuk takoj. Se bëri. Fal, Ivanka Trump nuk erdhi në zyrën e kryeministrit, më shkoi atje ku do bëj parë. Vajti në zyrë, Jo, nuk u prit me tapet kuq. Ndar këtu ti, ndar ka në godver. Po, po pra në godver, po patjetër. Po duhet flasim që e la se ka gjithë agjentësias atje që kanë shoqëruar shërbimi sekret. Patjetër nuk ka vend dyshim. Si ka mundësi, këta nuk i din këto punë. Ne po flasim, duhet të ndajmë një marrëdhënie private me marrëdhënie zyrtare institucionale. Kjo marrëdhënie private e lobuar nëpërmjet Tony Blairit. Maduron e Shqipërisë ka marrëdhënie private, por nuk ka marrëdhënie shtetërore. Atëherë ti po më rrëzon Ivanka Trump që nga njeriu që rrezoka gjithë raportet e departamentit të shtetit, po më thua ti mua. Që nga Ivanka Trump zonja që thotë që i merrni ato raporte i Kristi. Jo më zotri. Atë nuk kupton ai. Unë do të them Ivanka Trump ka ardhur në Shqipëri për të bërë biznes dhe kjo është fatkeqësia. Me kryeministrin e vendit që është më keq. Që kryeministri i vendit ka takuar në zyrën e tij edhe kartelet Sinaloas. Apo jo? Si din këto punë apo i din atë? Amerikanët do dish një gjë. Se janë shumë të shqetësuar se ti. Shiko, po pra po. Dhe si shqetësohen dhe ulen me shqetësimin departamenti i shtetit dhe familja Trump është tjetër gjë, se familja Trump ka ardhur edhe kur nuk ishte. Ta ne po themi, zotri, ky burimi të këqijave në Shqipëri. Sipas të jepën. Dëgjoj një moment. Është ky kryeministri i vendit që deklaroi që mos e thën Zoti të zgjidhet Trump president dhe ky prap vazhdon e takon. Ne po flasim për një marrëdhënie private. Nuk ka marrëdhënie zyrtare midis Trump edhe presidenti Trump, jo familjes Trump. Presidenti Trump dhe kryeministri i Shqipërisë ka zero marrëdhënie. Shtetet e Bashkuara aktualisht me këtë qeveri, kjo administratë ka zero marrëdhënie. Diçka them unë, Departamenti i shtetit ka zero marrëdhënie, administrata Trump ka zero marrëdhënie. Nuk ka as ambasador në këtë vend, o zotri. Kjo është fatkeqësi më e madhe. Kam respekt për ty ti e di. Janë hequr ambasador nga 50 vende. Ta dish ti. Pra është një strategji amerikane kjo. Pra ne ta lëmë Shqipërinë të ambasador. Këtë punën e reformave që Rama ka marrë vendim ti bëj pa. Si ka mundësi? Unë këtë insistoj. Si ka mundësi?
ai nuk ka raport dhe Rama do jetë brenda pranverës në shtëpinë e bardhë. Ore, si e lejojnë kriminal të këtij niveli? Mos doshta po egzageroni dhe ju dhe hiperbolizoni akuzat ndaj kryeministrit. E ke menduar ndonjëherë? Gjithkohë jeni dhe ju gabim. Unë gjithkohon jam përmbajtur të vërtetave që vijnë nga departamenti i shtetit në raportet e veta thotë në këtë vend pastrohet para. E ke fake news. Hapet departamentin e xhohet tani, nxirret dokumentin live tani, se po na çmend. Si fake news. Departamenti i shtetit nga Shqipëria është vend i cili pastron para. Është vend origjine dhe vend transferti të kokainës. Më lejosh ta them apo jo? Lexoje thuje. Më lejo ta them. E para e ke fake news që shërbimi informativ kontrollohet nga grupet kriminale. Është fake news. Unë kam informacion, ti më tregon mua informacionin tim tani, po se di unë atë. Di çfarë do me Daniel Shimën tani. Ore më jep një raport. Ke një raport, ke një dokument. Ke fake news. Po flasim për raport. Madje FBI dhe CIA kanë vlerësimet maksimale për shërbim informativ shtetëror. Është nga shërbimet më profesionale në rajon. Me raporte miku im. Kalojnë pastaj te policia e shtetit. Drejtuesja e shërbimit informativ bashkëtonte me deleguarin e krimit më zotri. Si s'është vërtet? Bashkëpunëtore ngushtë. Po tani gazetarët informacionin duhet ta mbajnë për veten në xhep, mos ta thuan, ha? Kam respekt për ty, po ta them. Po jo, mos e përsëritë çështën e respektit. Ti qofse do të kundërshtosh argumentet, po, këto institucione do kanë çeduar sepse i ka shërber një personi. Një institucion i sigurisë së veçantë është një institucion që ne duhet na bashkojë dhe ne duhet ta mbrojmë. Nuk do të themi kur ata gabojnë, ë? Kur ata përfshihen, janë përfshirë. Ku ke provën? Ku ke provën? Çfarë dimo, kam informacion, kam burimet e mia. Jam burime gazetareske. Po s'është vërtet, more. Çfarë do ndodh me Ramën? Flasim për një institucion që ruan sigurinë kombëtare, mo duhet të jemi shumë serioz, more. Nuk flitet kështu për një institucion të kalojmë e vazhdojmë debatin aty ku e kishim arbër. Çfarë mund të ndodh me një kryeministër si Edi Rama që sot është antar i bordit personal të presidentit Donald Trump, edhe me votat e opozitës është ratifikuar edhe në parlament. Shko, kjo antar i bordit personal, është bord personal, sepse pas 3 vjetëve nëse Trump nuk do jetë më president. E para, një do të kuptosh simbolikën. Është bord i paqes për Gazën. Në Gaza, në bregdetin e Gazës, është parashikuar që të bëhet një investim miliarda dollar në ndërtim, në kulla. Pra, çdo gjë është në kontekstin e biznesit. Edi Rama nuk është ftuar dhe nuk ka një ftesë zyrtare nga presidenti Trump për çështje të rëndësishme të marrëdhënieve dypalçe Shqipëri-SBA në raport në çështje të sigurisë, në çështje të bashkëpunimit, pra nuk është pritur si njeriu i cili duhet të ketë respektin e Donald Trump. Jo, është një lobim i krijuar nëpërmjet Tony Blairit dhe atij zotëris tjetër hebre, që Edi Rama është ulur në atë tryezë për të fituar minimalisht kohë. Dhe unë e di të vërtetëm se Edi Rama është aty, po ta them dhe në mënyrë ekskluzive. Atëherë duhet të kuptojmë një gjë. Edi Rama ka lobuar dhe ka investuar në këtë bord për të qenë antar vetëm për një arsye. Sepse Donald Trump aktualisht mbështetet nga lobi më i fuqishëm në botë. Dhe lobi më i fuqishëm në botë i Trump i siguron Edi Ramës dhe kur lëri mandatin e kryeministrit pa prekshmëri politike dhe juridike zotri. Këtë ka ai, këtë synon, që mos të preket juridikisht dhe politikisht. Por këtë po investon në këtë bord. Ky bord është i përkohshëm, le të japi argumentet e vetë, po ta mbaroj unë. Ky bord është i përkohshëm dhe ka synim të bëjë biznes nëpërmjet Rivierës së Gazës duke ndërtuar aty. Nuk ka synim që ky bord të shtri interesin në geopolitik, në ekonomi. Ky bord është kundërvënie e OKB-s, është një kundërvënie ndaj Bashkimit Evropian. Këtë bord e ka refuzuar Gjermania, këtë bord e ka refuzuar Franca, këtë bord e ka refuzuar Anglia. Pra kemi një përplasje të dukshme midis Europës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edi Rama ku po na çon? Po na çon në konflikt të hapur me Bashkimin Evropian zotri. Kur ta kanë qendrim kundër, ne pse shkojmë? Shkojmë se do Shqipëria, ka bërë referendum ky zotria që shkoi atje? Ka pyetur shqiptarët se po shkon? Po antarësohet për mirën e Shqipërisë? Jo, po shkon për interesin personal. Se të ishte mirë e Shqipërisë, ky nuk i merrte trojet shqiptare, nuk i merrte pasuritë e shqiptarëve t'ia jepte për biznes. Sa biznesmenëve që kanë investuar dhe kanë mbështetur ISIS-in që do ndërtojnë në Sazan, e diti kush janë vëllezërit Jafat Brothers zotri? Ata do hernin paratë që kanë mbështetur ISIS-in dhe mbështesin presidentin e Palestinës. Më fal, presidentin e Sirisë. Këta do investojnë, këta po sjell ky në Shqipëri. Pra ky për fatin e vet personal, ky bën çdo gjë. Ky është dhe musliman dhe katolik, është dhe hebre, ky bëhet natën bëhet hoxh, ditën bëhet prift për interesin personal për të shpëtuar kokën e tij nga zullumet e korrupsionit. Ky
ku s'futet? Ky çfarë nuk bën? Pra duhet të kuptojnë që kemi një kryeministër të ndodhur në udhkryq dhe të trembur fatin e tij personal, zotëri. Nuk u intereson për Shqipërinë ky, sepse ky nuk thotë që Shqipëria përfiton nga ky investim, këtë benefit. Ne Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ardhur me një kërkesë zyrtare përmjet ambasadës. Jo më zotëri, ka ardhur vajza, ka ardhur familja, po familja nuk është e përkohshme. Familja nuk është interesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Duhet të ndajmë këtë gjë. Familja Trump mund vit bëj biznes në Shqipëri sa herë të doj. Edhe kur të doj dhe pas 10 vjetësh, pas 20 vjetësh, tjetër është interes, është biznes. Gjeni tokë, gjeni investim, gjeni bashkëpunim dhe bën. Por jo, është ndryshe interesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës që në këtë vend e ka thënë se çfarë kërkon. Stabilitet, qetësi kushtetuese, integritetin e institucioneve, reformën drejtësi të ushtrohet dhe të konceptohet. Te këto reformat që po bën, tani ka vendosur të bëj reformat pa opozitën, mund bëj dhe një reformë pastaj mos ma përmend opozitën për spakun. Zotri, spakun, ajo shprika se ku bën këto, ku do bëj këto, bën edhe spakun. Rama ti thot amerikanëve që unë do bëj komisionin Xhafaj, le ta thot. Le të thotë që unë do strukturoj edhe një herë, do të strukturoj edhe një herë spakun nga e para sepse ka nevojë për mbrojtje spakun nga jashtë. Le të flasim. Sapo e tha me akte do bëj 2 reforma pa opozitën, po arbër që ta mbyllim, ë? Miku im, komisioni Xhafaj është bërë komisioni përhershëm, nëse se di akoma. Është komisioni përhershëm parlamentar. Unë di që komisioni Xhafaj është pezulluar për momentin dhe nuk ka asnjë ndikim. Çfarë? Është komisioni përhershëm. Më falni minutë më. Është komisioni përhershëm. Dali minutë më. Di çfarë nismash mori komisioni Xhafaj, çfarë do synonte? Dinoj detajti nga ajo dosje, nga i draft, çfarë u përfol? Kam lexuar gjithë draft. Çfarë u përfol pra? Po ishin fjalë përgjithshme më zotëri. Jo, kam lexuar. Po ishin fjalë për të limituar spakun në periudhën pa ardhur presidenti Trump. A do më pyete? Më thuaj. Do ta dish. Është ai draft që thotë që duhet të ketë ulje të numrit të deputetëve dhe krijimin e një dhome senatit. Është ai draft që thotë duhet ndryshojmë mënyra se zgjidhen prokurorë, duhet ndryshojmë mënyra se si bëhet raportimi në kuvendin e Shqipërisë të institucioneve. Po mirë, a tregon kjo futje duart në reformën drejtësi, në paketën e reformës drejtësi, nuk tregon që kjo Xhafaj e ka reformë. Pse mendon? Po patjetër më dhatë e ka. Po ta them unë. Po e ka a tregon kjo shantazh dhe kapit të institucioneve drejtësisë? Po ku tregon kapi? Po ja pra sepse ndërhyrja në institucionet e reformës drejtësisë. Ashtu siç ka i miratur me 140 vota zotëri. Kush i bën ligje për reformën drejtësi? Zotëri, është miratuar paketa. Unë po flas kjo ndërhyrje flagrante që kërkon Tirana të fusi duart ke spaku. Nuk ka kushtetutë e cila është e pandyshueshme. Kushtetuta kodi penal shumë mirë. Këtë e dim shumë mirë. Por këto lloj nismash, pse nuk po shkojnë këto nismash? Opozitën nuk prit pak. Pse nuk po vlojnë këto? Jo, lërë me opozitën, po merr opozitën. Partizan, jo, po i bën vetë. Nuk i bën opozita po mbytet luftë për vend opozitën. Janë presione që bën opozitës që të vinë seriozë në diskutimeve, sepse i duhen 94 vota, nuk i bën dot. Mos i ngatrojmë. Nuk i ka 94 vota. Nuk i bën dot 94 vota. Me partitë e vogla. Po si ka më 87 shkon. Megjithatë mund shkojnë 91, 92, se ato gjitha bashkë 4 mandate kanë. Nuk shkon dot më shumë se aq. 87 dhe 4 sa bëjnë më zotëri? 91. Nuk shkon dot. Është Mediu, është Si Mediu, po Mediu është PD-ja mos i. Jo, janë partitë e vogla po them unë. O zotëri, Redi, janë dy. Është mundësia 87 dhe 2, 89. Është Alin Qorri që ka thënë nuk bashkëpunoj. 90, ke Adriatik Lapaj 91. Ke dytë apo një të PD-us. Jo PD-uja. Ata quhen te PD-ja pra me cilat do ata quajta është te PD-uja, te PD-ja më te grupi parlamentar i PD-s. Po mirë po, jo, Mesila ka deklaruar që është Po nuk futet dot në grup tjetër nëse është vetëm. Jo, më flas për votimin nëse duhet 94. Nuk i ka votat, nuk i ka votat. Për të bërë ndryshime të tilla pa opozitën. Është diskutim kot kjo, nuk ka vlerë fare. Tani ne kthehemi po si do t'i bëj, për çfarë për Po i bën më bësh presion që i thon opozitës që të vinë kryesën diskutimeve tash, se kjo është. Ka lënë një hapësirë për të thënë. Në fakt, diskutimi kush është? Nuk është ky Selbi, nuk është ky Selbi. Amerika, dhe duhet i themi disa gjërat. Zoti Rama, gjithë të periukohet ka lobuar dhe ka punuar fort me vendet arabe, ka punuar fort me Izraelin, që do thot është një dritare e hapur që ai tashmë e ka vendosur me administratën Trump. Kur flasim administratën Trump, nuk është tjetër presidenti dhe tjetër departamenti i shtetit, sepse kreu departamentit të shtetit zgjidhet nga presidenti, dhe është presidenti që përcakton si do jetë politika jashtme dhe departamenti i shtetit e zbaton. Nuk janë etnitete të ndryshme.
Nuk vjen e treta, nuk vjen shteti amerikan të bëjë investim në Shqipëri. Shteti amerikan i thot biznesmenëve, këtu keni një vend të mirë, ikni bëni biznes, sepse keni me shtetin tonë. Dhe një tani po ndodh një nga Trump. Si shpreh, e ke lexuar ti raportin e biznesit në Shqipëri. Ndjen të kërcënuar, ndjen të pasigurt biznesit amerikan në Shqipëri. Po patjetër. E ka thënë zyrtarët amerikanë sepse krimi organizuar. Tregtismë, jo zyrtarët, dhoma amerikane tregtisë. Çfarë shqetësim real? Shqetësim real, ta dish të gjë. Po diun nëse se unë e di shumë mirë se unë i lexoj raportet miku im. Dhe po nëse futemi në detaje raportet kanë një gjë që ti ndoshta nuk e ke të qartë. Raportet bën me sondazhe, nuk bën me gjendje faktike. E dyta, Shqipëria nuk është që marrin për referencë. Shqipëria e dyta, po ajo financiarisht kanë vlerë. E dyta, kemi të bëjmë me paranë në pistë që ti the, nuk është para e pistë, është para e padeklaruar, para në zezë. Jo. Dhe ekspertët, para me burim nga krimi thot. Jo. Para me burim nga trafiku. Pra, s'dihet në përqindje se do ta pranosh ti. Ata e ke në mënyrë eksplicite. E ke me referencë të saktë se çfarë kërkojnë ata. Shqipëria është informale, më burse unë. Por lërës nuk është, o Arber, të lutem, nuk mund të deformosh raportet e Shtetit Bashkuar të Amerikës kur thonë, po deformon të vërtetën pra. Lërë më këtë, jo për këto, po flas për raportet. I dhomës amerikane të tregtisë. Po janë të shqetësuar ata se dinë ata. Dgjoj. Nuk është raport zyrtar, me raport e di është një dhomës amerikane të tregtisë, nuk është raport e Parlamentit të Shtetit. E diti sa miliard dollar lekë pis pastrohet në Shtetin e Bashkuar të Amerikës zotri, meqense jemi se këtë është problem që kanë dhe vet ata. Ata grën problemet që i kanë dhe vet, nuk është ata nuk i kanë. Është 300 miliard dollar në vit para pisi futen në ekonominë amerikane. Pra ti thua që është një problem që është kudo. Që bëhet andaj ai tani këtu, jo. Është një problem që është kudo. Ata luftojnë, e mira me të keqen do luftojnë sa të jeta. Po një shtet si Amerika si ka mundësi e ka 300 miliard dollar, një shifër kaq e lartë numrin shifrën e pastrimit parave, që do thot ti mund punosh nga mëngjesi ndar, por krimi organizuar atë bën. Por ajo që ju nuk po kuptoni, ore mos e keni menduar ndonjëherë që ndoshta ja fusin dhe kot që qeveria të jetë kaq e inkriminuar, kaq e përfshirë në krime të tjerë. E keni menduar ndoshta jeni dhe gabim ore. Sa amerikanët i dinë sa gjëra. Po na e thi syve. Jo, si ka mundësi amerikanët? Ktu kemi parë dhe ishte ambasador amerikanë që u rekrutua dhe u ble nga qeveria, mos ishte rasti kim. Sekret amerikan. Çfarë bën shërbimi sekret amerikan? Që nuk i shpëton asnjë mizë. Ne pa me e ke ku të zonjën, e ke jashtë trupës diplomatike sot. Është duke prashitur arat. Sistemi amerikan në diplomaci kështu funksionon. Jo, nuk funksionon kështu. Ti je korruptuar dhe ke shkelje flagrante, kur ke shkelur kompetenca, ti kur je përfshirë në afera korruptive, nuk mund të qëndrosh administrat dhe në shërbimin diplomatik amerikan. E pam zotri. Unë kam të faktuar që Yuri Kim u bë shefe e kompanisë së anijeve që rrinë në Vlorë që nuk prodhojnë energji, që shqiptarët paguajnë 80.000 euro në ditë. E ditë apo jo? E pra lobim, korrupsion pra. Prandaj doli jashtë shërbimit ajo. Si doli jashtë shërbimit? Po korrupsioni futet në burg, do të thënë shërbimi. Arber, se çfarë bëjnë ata dhe, se çfarë bëjnë ata mund marrin vendime të tjera, por ata kanë marrë një vendim që e kanë përjashtuar nga trupat diplomatike. Nuk është ashtu. Një person që ka përfshirë drejt për drejt politikë të brendshme. Se njëri korruptuar në Amerikë shkon në burg, nuk ikën bëhet pa punë. Ka shkaktuar lobim zotri. Është lobim i palishëm për fshirje në punët e brendshme. Po është i palishëm se s'është fund në burg. Është lobimi, është ka një gjë, nuk është vepër penale ajo që mendon ti. Lobimi është lobim i palishëm. Shkon del tani të zgjidhet. Është korrupsion, pra pse s'është fund në burg? Ore ka një gjë. Ore mos po hiperbolizoni gjëra. Mos na hidhni hyjësive Arber dhe mos na bëni mos ta merrni si gjëra. Një Yuri Kim kreu korrupsion përmjet lobimit. Yuri Kim solli dy anije që nuk duheshin. Yuri Kim u bë shef e kësaj kompanie. Drejtësia e pastër. Yuri Kim përdori reformën drejtësi. Yuri Kim përdori Altin Dumani. Po i kemë fakte më. Të gjitha i ka bërë Yuri Kim. Atëherë si ka mundësi? Drejtësia amerikane që ti the është shumë e fortë dhe unë besoj që është e fortë, nuk e futin burg. Pse e lan? Kaq. Arber, këto pyetje që bën ti, që neve ta mbajmë debatin se sa arrestohet Yuri Kim, nuk është çështja jonë. Sepse mos dosha nuk është kelje, nuk ka patur korrupsion si thua ti? Jo, korrupsion unë e quaj lobimin e palishëm korrupsion. Unë nuk e di si e trajtojnë ata. Ka patur pra sepse është e faktuar. Po kishte Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk të falin miku im.